Të 20-tat ashtu janë se janë audicion për personalitet, po. Sa bukur e. Kjo ishte e bukur. Kjo ishte e bukur. Real mo direkt këtë. Jo, kjo është për real direkt. Jo? Sa muaj ka 28 ditë? Si sa muaj ka 28 ditë? Po. 28 ditë. Kolonjarët janë në përgjithësi shumë satirik, ironik. I matë shofer kamioni, nuk është ndonjë pedagog. Parë sa i ma ka kaluar pasionin për libra të paktën. Si të duron partneri aty, por? Kështu si jeti? Po se jam kështu. Ha, si. Madh me të mira. Ha, na tregoj çiksie për te. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje miq të Kinotekës, mirë se erdhët edhe sot. Do të jemi së bashku në një tjetër episod ku jam e bindur do qeshim pafund. Si gjithmonë jam me kolegun e Gon Loli. Si gjithmonë. Ska asnjë rast që të mos kesh qenë me mua Viola deri tani, kështu që unë të përshëndes të gjithë ata që na ndjekin. Edhe ju uroj që pjesën e mbetur të ditës ta kaloni shumë mirë, nëse jeni lodhur nëpër punë dhe jeni duke u kthyer, po na dëgjoni tash nga valët e Radio Sol 89.0 FM, po na ndiqni edhe në YouTube, edhe në Spotify e kudo tjetër ku ne jemi në rrjetet sociale. Sot do të qeshim shumë dhe un kam nevojë të qesh se jam lodhur nga dita e gjatë e punës. Se do na thoj ftuari, por më shfrytëzoni. Kështu që të ftuarin me gjëra fjala do ta shfrytëzojmë, do t'i nxjerrim lëngun. Shpresojmë të paktën se ndonjëherë humori i Denisit është shumë fie. Duke mund tani. Është pjesa që duke mund. Denis Taullaj. E thash me emrin? Çka, ma thuaj Fevziu, Denis Fevziu. Denis Fevziu me ne në studion e Kinotekës. Kush e këndon atë këngën që hapet? Na e kam bërë shumë. Është AI. Pëlqeu? Me kompjuter. Po, me kompjuter. Are, u them shpesh të ftuarve, ka zvendësuar AI gjithë dynjan, me këngëtarë, me gazetarë, do na nxjerr jashtë tregut fare, më thënë. Na mizi do bëj. Jo, mua jo, valla. Askush nuk thotë që shaka masturbimi, as në kompjuter. Po si dihet, e ke vendosur ndonjëherë në provë? E kam vendosur, thotë nuk mundem. Nuk mundem? Ka turp. Ka turp, nuk. I vjen rend. I skuqen faqet. Po kësa do na bëj për qishë, s'kur punoj për këtë. Nxjerr lëng. E si është kjo puna të nxjerr lëngun se? Me çfarë lëngu e kishte bërë? Viola foli. Më e kam piuj, merr vetë. Është vaju lirit kur e shtyp me këmbë. Ka kam shumë qejf. E ka të bukur. Është kështu, si ma theti Lord of the Rings, ë? Si këto, Game of Thrones këtë. Shumë emër modern për moshën. Pse çfarë moshësh? Po pak më i madh se ty. Kam përshtypjen që duhet jemi pak a shumë njësoj. 52. Pak a shumë njësoj. 73 jam unë. Kështu që Po si je, Denis? Mirë. Ja, kështu nisim zakonisht intervista. Jam shumë mirë, jam me energji. Denis, Ku jemi kush je ti? në mëngjes jemi tani? Jemi në pasdite. jemi në pasdite. Ora 5, 17:00. Kështu që kam përshtypjen do na duhet përdorim shumë pip gjatë kësaj interviste. So edhe nuk shajm fare. Apo s'parashanti. Jo. Po fjalë. E po, si është e mundur që ti ke mbaruar juridikun dhe përfundove tek stand-up comedy? Pse çka? Po ku është e përbashkëta mes të dyjave? S'ka asnjë. I pikërisht pra. Po shikoj, po më thuaj më shumë Denis. Më trego më shumë, Po s'më ka pëlqyer asnjëherë, e kam bërë si tërë shqiptarët që bëjnë një shkollë. Kështu çfarë do bësh kur isha në vit 3 as e kisha iden fare çfarë doja të bëja me jetën. As e kisha menduar në një rast komedin, Po pëlqen më duket se ke dalë me mesatare të mirë nga juridiku. Në djenin time tani se. Nuk kam qenë keq, po jo, jam i zgjuar shumë. Nami do kishte bërë në sallën e gjyqit, ë? Po, Ndi kishte sjell vërdall me prokurorë, me gjyqtar. ndoshta, po jam njeri mirë, nuk do bëja, kështu se duhet të jesh dallavere madhe kështu. E vërtet është. Po një dy shokët e mi të klasës kanë bërë mirë, kam një mikesh që është bërë gjyqtare, kanë ecur një dy, nëse. Do kishe ecë edhe ti, me mendon tani. Besoj, me nepotizëm të madh me shokët e klasës. Po mbi të gjitha do kishte bërë shumë lek. Ja më e gon se po flas tani. Mos më ndërprit. Po mi un lek po bëj tani. Okay, mirë. Jo më fare jemi. Po do kishe bërë më shumë. Më shumë. Po të kishe
zbatuar këtë. Do isha bërë liga, po mbytet njëri janë nga regjia. Jo më Jemi duke mirë, qenë. Ai që po mbytet që ta dish ti është Artem DJ, është DJ më i mirë për krejtëve. Përshëndesim. Tani DJ i mirë për kreditë. Apo tash. Po për ne po? Vërtet është. Okej, për këtu, për ne. Se ti. Për ne gjashtë jemi këtu, është DJ më i mirë. Ti nuk i thua shokëve të tu jeni komedianët më të mirë dhe prap mendon për veten që je më i miri. Jo, në fakt i ke qenë edhe i shaj gjithkohës, ja u them. Po ishan me lezet. Po, përveç kur isha nga plaka, ajo është pa lezet fare. Zakonisht ju çuna nuk e di pse kënaqeni shumë duke sharë njëri tjetrin. A do thojë që se kemi problem të shajmi nga plaka kështu. Megjithëse, nuk prishemi të ndryshe. Ja, bipi pa. Se nuk e di, unë nuk e kam menduar kur që do merresha me komedi, po e di që më pëlqejnë shumë filmat komedi, jam rritur, mund të them më kanë shpëtuar jetën. Adam Sandler, Steve Martin, parë gjithkohë si kam dashur shumë. Nga idhujt e parë, stand-up vonë kemi parë se ne shqiptarët nuk është se Ka pasur disa spektakle humori ku ca kështu afrikano-amerikan kanë qenë të parët këtu, Chris Tucker, Chris Rock, Kevin Hart. Unë mendoja që stand-up ishte i von fare mbas 2000-shit, po Besi më tha atëherë që është i hershëm. Se dia Jo, 60. Po. Kanë qenë njerëzit i merrte policia nga që shanin ka bërë edhe një libër, një nga këta legjendat si e kam. Ne sa kur se din Shqipëri, kështu që ka kohë stand-upi. E vërtetë është. Po. Po këto vitet e fundit po merr shumë hov, po zhvillohet Nga Netflix ndoshta, nga që u bën këto dealet me Netflix. dilla me Netflix? Se s'kam dieni, më tregon më Po shumë. Dave Chappelle për shembull bëri ca pasi e dini historinë e Dave Chappelle apo? Jo, se dim. Vërtet. Ti je gazetar apo? Që pa përgatitur. Ja, i pa përgatitur më kapet. U zhduka ai atëre, nga kishte atë Chappelle show, po bënte lek, i tha jo një ofertë nga 20 milion dollar, ku nja 10 vjet dhe pastaj u rikthye dhe ja shiti gjithë ato stand-upet e tij Netflix për një shumë që supozohet të jetë shumë e madhe. Edhe pastaj u hap kjo loja goxha. Para se Netflix kur e ka bler stand-upi, parë që ka bler është live-et Purple Onion i Zak Galifianakis, nuk e di 2007, 2000, nuk e di, më vonë do të futa kot me vitet. Nuk e di. Çfarë si kanë vite? Po që kjo e bëri më shumë mainstream që mund ta keni parë edhe ju. Dhe ju bashkë si u bët? Për të kaluar i çik tek historia, Comedy Thursday, ju çunat e lezetshëm të juglindjes së Shqipërisë. Shimi tërë nga juglindja ne. Apo gjysma po në fakt. Përmeti çka konsiderohet? Përmeti? Jug. Deri Leskovik është juglindje. Deri në Leskovik është ashtu. Qafan. Okej, mirë, afër janë. Deri afër kulturës atë çai bie, nuk e di. Çfarë bëri Deri bashkë? Leskovik. Po? Ti je nga Leskoviku, a? Unë jam nga Erseka. Në fakt jam nga një fshat që është afër Leskovik. Domethënë është rrugës kur është maleve. Panajoti është nga Përmeti, Leo është nga Dhërmiu, kështu që nuk kemi gjithë nga lindja. Si për Panajotin kur e dëgjova në stand-up më krije përshtypjen që ishte nga Vlora. Po përmetarët e kanë më shumë mirë për prandaj. Po. Po pse the juglindja atëherë u çmende? Po shumë serioz duke i Panajoti kur e shifje kështu, kurse kur e dëgjoje të bënte për çesht. Si të bën? E për çudi. Çudi pra si ndodh, po ta mendosh. Si do ta them si u bën bashk. Jepi pra. Jam shumë entuziast. E zdeni se kemi një orë gjysmë emision për të marrë. Sa e keni me vërtet? Në 6 kemi mbaruar apo jo? Mund të hash edhe në një kokoshk. Ne jemi njohur shumë, unë për herë të parë jam njohur me Marion, jemi njohur në një pub këtu në Tiranë, në Banja u puthëm. Edhe jo, ishte një open mic, unë u çova, Mario u çua dhe pastaj ishim okay, bëjmë gjë bashk, bëjmë stand-up të dy para shumë vitesh. Nuk e di çfarë ishin 2020, 2021, nuk e di çka ka qenë. Edhe pastaj vazhduam, ishte një klub komedie këtu që u hap. Pastaj u nika, u zhduka ca kohë, po shkruaja i çik kështu si skenarist për gjëra vërdall. Vazhdoi kjo loja i çik. Pastaj u riktheva. Pastaj Leo na bëri bashk. Ti mo Leonin e njini apo jo? Ti se ti disna je fare, duke qartë se ajo se dikush është asnjë nga këta lloj emrash. Po, asnjë gjë. Ta të pëlqen stand-upi me vërtet më? Po s'është se kam parë, nuk është se kam parë dhe shumë. As të huaj as shqiptar. Tek tu gnoj të huaj, më shumë shqiptar çam dilni juve aty në. Ti dukesh ku shkon kukulla bja, kur i bën duke nga ata që shkon nga këto japonezët. E di që nuk e fort i gabuar ti, i kam qenë. I kam duket pra duket, për zotin. Kështu E nerd. tham që është i zgjuar pra. Do me thënë kështu nerd loser dukem, si fare. Jo loser, po që nice. Më thuaj. Nerd smart, e ke parasysh, po që. Okay, mirë, e rregullova. Ai kukullat i ka detyrim të shohë se ka fëmijë në shtëpi. Ja, kështu që. Ne me fëmijë, a? Si është shef? Është bërë vështirë jeta, është. Jo, po të pyes, më vërtet, edhe unë dua të bëj me fëmijë. Shiko. Po.
Nuk kam Si e fëmijë. ke statusin? Nuk kam Jo, të bëjmë fëmijë, bashkë në një fëmijë. Po ti ke grua, more. A se ka problem? Rrofshi ngrat liberal. Jemi një lidhje të hapur mirë, për mua. Uaj, s'më kujtove me këtë Shiko, lidhje e hapur. ato iki unë të vazhdoj. Pik, thaj. Më kujtoi një histori me këtë lidhje. A, të goni histori tani si u krija Comedy Thursday. Comedy Thursday është u krijua. E më mirë se aty do shkojmë prapë kur çdo muaj kemi ngecim. 3 vjetorin, 10 të Pallati Kongreseve. Çfarë do përmendet për herë të parë në Pallatin e Kongreseve? Nuk e di, ma thuaj ti. Jo, s'po ta the. Do të më bëj mua të shaj, ore. Çfarë do përmendet? Po se kemi shumë kohë pa e përdorur atë pipin. E po ne kush e bëri një shaka që do përmendet për herë të parë te Pallati Kongreseve. Po shkoj ka thënë Alban Skëndera i pari. O? Se di, ashtu e Jo, hapim. për zotin se dia. Po, para se të ndodha. Mos pyet më Edini se unë s'di gjë, kështu që vetë thuaj, ha. Ose di që Alban Skëndera? Bën shaka, pra, bën shaka. Humoret s'kan të ndaluar në Sol. Sol e ka? Në Sol, Po emisioni? Kinotek në sot. Kinotek në Sol. Kinotek është e bukur. Flisni edhe për kineman apo? Po. A bëjnë një quiz me Po kinema? kështu e kemi nisur ne me Se kemi filmat. përgatitur. S'keni bërë Edhe edhe me libra, filmat? U po. flis për filmat. Po, Po mirë, do më na dalin. thuaj. A hanë këto apo janë Hajnë, Po hanë, më të më Ndejnë, fshin mirë. Hajnë. Jo, për zotin janë të reja. E keni kështu Cineplexin. Kush ja ka dërguar? Po. Se duam Cineplexin. Klemi ja ka dërguar këtë gjë. Klemi. E përshëndesim Klemin. Ka dërguar- Klemi, Jo, unë se përshëndes nuk e njoh. përveç që Denisit përshëndesim. Se po ju tregoja historinë. Hajde na për thuaj këtë një histori me gratë liberale. mendje tash, hapur. Çfarë mirë shumë. Thjesht nuk ka fort lidhje me këtë, po më kujtohet që kisha një komshie tek një shtëpi që jetoja përpara. Ku jetojmë? Po çfarë rëndësi ka? Është intervista ime kjo. Ku jetojmë? Si përish tregut elektrik. Edhe jetoja në shtëpi përdhese, normalisht njihesha me komshiet. Ora 1 e natës, verë, vitin e kaluar ky muhabet. Edhe dëgjoj një kështu trokitje ndritare. Thash, ç'është kjo? Okej, e dëgjoj prap, dola. Viola, Manjola jam. O mi Manjol se më trëmbe, i thash. Shiko se s'po më zinte gjumi. Më tha goca, jam në një lidhje të hapur. Ç'është lidhja hapur? Gjë e mirë është Manjola, i thash, po ik fliten. Po. Tani, lidhja e hapur gjë e mirë është Pas apo? pak. Jo, më unë jam shumë konservator, po bëj shaka. Dukesh ti që je konservator. Jam Vlado. Jo, rofsh. Do haj çiko von. Unë si ha se kam probleme. Haj të bëfshim një bile si je ndër të ftuarit e vetëm që ha, se kanë Ke dhe turp. bon, ë? Kanë turp të tjerë të ha në burit. Nuk ka sheqer. Nuk ka sheqer. Nuk e ha sheqer? Është ndoshur shumë. Po dukesh në fakt, je shëndoshur. Në bar. Jo, jam konservator, me vërtet, nuk. Jo, dukesh, kam përshtypjen që me zina han të ftuarit o. Po bëj kot tu po jap shfaqjes kur jam kaq liberal. kështu bën zakonisht Je gjithmonë edhe aktor. tek shfaqjet e tua. Që është gjitha një akt, më unë jam një njeri i mërzitshëm. Jam një plakush i shpifur. Absolutisht ja. Nuk mendojmë kështu ne. Ja. Kush tha? Shiko, ne nuk kemi pse mendojmë kështu se s'të njohim. Që do, s'do njemi kur. Tani, Si jeti për te stand-up? për ata që ty s'të njohin si e. Gjithmonë, më falni, ma vendosi me pip këtë fjalën, një lutem, është hera e parë që unë dal nga vetja. Se prisni. Dhe them këtë fjalën, po sa nisun të bëj një pyetje futet e goni. Duhet dëgjon asnjëri vjen nga gazetaria, nuk dëgjoj njerëz tjerë këta përveç vetes. Duhet të iki. Duhet të iki. Nuk do bëj bien vetëm me Jepi, më fal, se unë e harrova pyetjen gjithsesi. S'ka gjë. Për të gjithë ata që s'të njohin. Kush je ti? Apo më mirë mos të njohin edhe. Unë jam ky. Ç'është ai? Kanuni lek duke gjinit. Kush është Denisi? Do ishte shoqëria shqiptare më mirë me kanun, Pa jam, mos e deprojmë tani. me që je konservator, prandaj po Po them. jo. Për kohën mund të ketë qenë i mirë, po edhe në kohën e tyre tentuan edhe Skënderbeu nxorri një kanun për ta bërë pak më modern. Jugu kishte kanunin e vet. Ka qenë mirë për kohën e tyre. Okej, dhe gjithçka funksionon në kohën e duhur. Tani unë pyetja e Denisit ishte do t'i përmbahem skenarit pyetjeve se kemi bërë. Skaleta, e kemi me skaleta. Ishte një e djegur këtu. Klemi. Ardani. Kontinuitet. Kemi skaletën. Tani, pyetja e radhës në skalet thot. Do të hiq këto. Cilat Gecën në dhëmb? cilat kanë qenë vështirësitë më të mëdha në fillim? Shumë vështirë ka qenë. Aha. Se shumë e vështirë, unë ja dola. Re disa herë pastaj Me u përpjekje, ringrita. por ata nuk donin të më shikonin që unë t'ja dilja. Por unë ja dola. Ishte shumë. Më ngulën shumë thika pas E shpina. doja shumë plak ta bëja këtë gjë. Edhe nuk e pash ndonjëherë kështu sikur nuk do t'ja dilja, të them drejtën. Kur kam shkuar në një klub këtu në një nga ato gjëra që njoha dhe marrë që thashë s'mund t'i bëjmë reklam. Po të shtin ti valla.
Edhe U kollit. shëndet. Që mos dëgjoj reklama, pra. Pi ujë. Edhe jo, nuk e themi emrin e. Edhe ai tipi po më thoshte, "Më çfarë do, se shkova unë thoshte, ja dua të bëj këto gjëra, isha një 60. Kështu folje? E më kështu, me vërtet. Pa mirë më çart. Po sa çfarë do. Po robo ku ti kesh, i thash. Edhe i thash ti është mirë po i mikrofon edhe di që mund t'ja dal të bëj ca njerëz për të qeshur. Dridheshe? Përpara Jo, se dilja. vetëm kur vetëm atëherë. Po ti ja dridhesh o? Apo e nga këto Jo. Apo e ke Jo. që e kanë të heshtur. Jam e heshtur, Emocione, them. Po, jam e heshtur. E të heshtur. Mbyllni veshët. Kurios po më bën. Mbyllni veshët, mas. Mirë që kam këtu me kapin. U dridhem gjithmonë para se të dal, në fakt është gjithmonë emocion. Gjithmonë mua më vjen për dhier gjithkohës. Domethënë para se të dalë kam thënë në Është stand-up. vërtet, ë? Po, ka që e kanë për shembull se unë nuk pi para se të pi vetëm ujë. Ore, di që edhe unë kam këtë kur më zën emocionet. Po është tip shkarkimi, pra. E duhet të jetë vërtet efekt psikologjik për Jo, te. është e vërtet. Edhe më duket gjithmonë sikur e kam thënë madje e keni edhe në YouTube, atë që ka thënë më duket dhe nuk besoj se ikin kurrë. Ka komedian shumë të vjetër, Jerry Seinfeld dhe njerëz që janë nga 60 vjet sa janë tani, që kaq vite sa mund ata i kanë eksperiencë në skenë, edhe thonë që nuk i kurrë. Ajo pjesa e emocioneve, po besoj ajo të bën dalësh mirë. Unë kur si kam jam kështu. Të bën të dalësh mirë në banjo. Po. Super. Në skenë. Në sken, po. Mos ja vazhdo tani, ai e bëri shaka të mirë. Nuk e di nëse Pyetja e e bëre radhës. vërtet shaka o e gona po. Jo, se kuptova se tha të dalësh ne tani me etik, ne që jemi me etik gazetar themi të dalësh jashtë. Si gjyshim. Shan shumë. Nga gjyshi pas ke marrë. Me shan e thotë të fjalë shumë pastaj. Sa vjeç është gjyshi? 78 mos gaboj. Mashallah. Inshallah. Edhe ku thish pastaj do të thosh duke shar pastaj thotë po i pak ujin e holl. Shurra ngelën. Sa i ftuar interesante jam unë. Meqense folëm Modestia është pika jote e fortë. Meqense folëm për gjyshin. Pyetjet janë gjë. Pyetja e radhës është si reagoi rrethi yt, familja, shoqëria. Si reagon? Për Çfarë do këtë, të dish me këtë? për Ti gazetar. vendimin që ti more për t'ju futur botës së komedisë dhe të Se bëri stand-upit. shkollë ndërkohë. Dhe ndërkohë po kishte bërë një shkollë. E po kuptohet, e pa sigurt ishte. Imagjino tani babin që priste të bësh në noterun. Edhe si ta shpjegoja unë tani që çfarë bëj unë. Që tregoj shaka me e më japin nga 10.000 lekë. Kjo ishte fantastike, më pëlqeu. Si mund ta shpjegosh? Po pra na e trego si ja shpjegove. Apo se ka marrë vesh akoma. Se u habitën se asnjëherë nuk Babi mendon që ti vendos kështu. se ka marrë kur do ta marrë te 3 vjetorit. Jo, ai është shumë i poston çdo gjë që hedh unë, poston kështu në Edhe prindrit tanë e bëjnë këtë. Ne, janë fansa më prindrit të duan. Po shko, askush nuk u habit se nuk ka pritur askush që unë të punoja në zyrë. Gjithmonë e kishin ditur që do bëja diçka kështu. Kam qenë Po si fëmijë si ke qenë? nuk e di se më mend. Se më kanë ikur gjitha kujtimet. Po i lezetshëm kam qenë. I lezetshëm kam qenë. I lezetshëm Kam qenë i nuk e mirë, i dashur shumë, kështu thot I babi. urt. I ngacmoi zyshat apo? Fazan, shumë në shkollë kam qenë i tmerrshëm. Nuk kam qenë nga ajo. Ndonjë histori kështu nga shkolla që mund na e tregosh e mban mend që mund të kishin përjashtuar apo Po më kam përjashtuar një 3 ditë, nuk e di. Se çfarë shave, ja me të sharën gjithmonë. Me të sharën, Po, gjithmonë. Çfarë po shave ngacmoja, po bëja një poqante i gocu, po ngacmoja akoma më shumë. Ai mësuesja tha i gjon. Pra isha kanë këto të mijat. E i shumë përjashtuar një 3 ditë, po jo në gjë, nuk kam qenë kështu në bad boy kështu, që të shohëm me këto kështu jo. Çfarë mendon për këto çunat adoleshentë sot që janë fiks kështu si përmendet ti? S'më pëlqen. Okej që s'pëlqen po. Nuk më pëlqen se nuk ja gjej sensin edhe i bie diçka po shkon keq, ose në familje ose në shkolla. Që nuk kanë një ku diun, duan librat apo gjëra. Unë për shembull i kam shumë qef librat, pavarësisht se më pëlqen të shes të personazhe që më shumë shanse sa citon. Po këta nuk e kuptoj që janë qethur gjithë si ai që është aty ja. Shkoj edhe ai në gjimnaz, është si qethur ai tani. Shiko. Mos Edhe dëgjojnë këto këngët që janë kështu me mblefe, me kështu. Edhe unë në fakt ashtu, edhe unë ashtu qethesha pia bar, dëgjoja hip hop. dëgjoj, Nuk e di pse nuk po shkëputet kjo gjëja, pra. mua më shaj bëj çat duash, vetëm çunat mos ta isha. Se i duam mirë, mo. Kishte me duke përgjithsuar pak edhe brezin. Fola i çiku në ascensor, ai do bëj inxhinier, do nuk ishte lidhje.
Po që Patjetër do bëhet shumë e Luku mirë. më duket po. sikur të duhet me patjetër ai Luku që të mos të në përkëmbin, të duhet të jesh të qethur, të gjithë një lloj, të veshur të gjithë një lloj. Ato pantallonat e varura. Por edhe unë kështu kam ndjetur tani jam me flokë gjatë, është merr i madh. Kam qenë qeros me tuta. Çfarë që i rritë flokët? Po, e kuptova kush dua të jem. Dua të jem një grua. Po më pas më intereson Kur e fare kuptove sa mund të këtë mendoj Denis? dikush. Denis fol hapur. Ne jemi këtu, nuk të gjykojmë. Tranzicion sa kokoshka, po a ka ngrënë njëri më shumë Fevziu ka ngrënë kaq kokoshka? Jo, nuk kanë ngrënë fare. Jo, vetëm unë ha më shumë se ty, po sot nuk po Po ha. u erdhi Fevziu, ë? Na erdhi, po. A do vitet emisioni mbi dhe unë një emision. Po ja, Nëse bëja flasim vonë. ftesën këtu Po nga kinoteka. provoj edhe ti fatin tënd. Ne jemi të mirë ora, ne të lejojmë të bësh ftesa këtu. Nga ne. E shikoj në fakt për zot, po kënaqem. Nuk po kaloj keq. Se unë zakonisht djersite me jam shumë për këto intervistat. Po jam chill. Okej. Po sta jep atë për. Ose ndoshta nga që e di që s'do ta shikoj asnjëri. Edhe mund të jetë edhe kjo në fakt. Kesh, come on tani. Ja kthejat me të dhirën nuk e di. Ngelet fiksim. Pyetja e radhës është: Eci me a skalet. ka ndonjë dështim që të ka ngelur në mendje? Ndonjë dështim në sken që të ka ngelur në mendje? Për shembull, Po. s'qeshën rob. Po, ndodh më? Pse mua më krijo? Okej. Ora, unë se besoj dot që ka rob që s'qeshin me këtë. Po. Dua të jem e sinqert se ishte hera e parë ajo që unë erdha. E se doja që të vija unë këtu pranë. Po jo, e kisha menduar më përpara, të betohem. Jo, më se këtu janë strategji, ne i përdorim Jo, gjithë. patjetër që i përdorim dhe nuk është hera e parë që Ti duhet të di strategjitë e mia kur për emisionin im. e kam bërë në raste të tjera. Po atëherë kishim vendosur me gocat, do vinim tek një më përpara që ju kishit bërë, ishin zënë vendet, një gocë nuk erdhi edhe ngeli për atëherë, thash marr edhe Denisjen me këtë rast që ta kem të freskët. Dhe se çfarë do thoya sapo e harrova. Denisi ishte i freskët. Më duk sikur Me të qeshur, nuk e di çka. aty nuk ishte asnjëri që nuk qeshte. Kupton, nuk ishte asnjë batut që shkonte dëm. E kemi krijuar atë, në fakt e kemi bër goxha të lehtë, edhe nëse vjen dikush që ka një farë talenti atje, siç ka ndodhur që të vinë një komedian që s'ka qenë pjesë e Comedy Thursday, edhe ka parë që që nuk duhet të shkojmë Shëndet. me të ngrënë. Piu. Kjo është Sigur sapo hëngre një qofte. Ja, më s'kam ngrënë. Janë edhe kokoshkat e japin. Ja, ta japin më ta. E japin, e japin. Ke probleme kështu me refluksin? Edhe kam gjarë ti mirë altin. E dallova direkt. Të stomak kështu. Si njëri me probleme me stomakun të dallova. edhe ti. se pa. Po thua që kemi krijuar, tani njerëzit vinë edhe unë për herë të parë kur e ndjeva këtë, se unë gjithmonë kur dilja në skenë, okay, nuk më njeh askush, edhe duhet të përpiqem 120% shkruaj. Edhe ti je i saktë në gjithçka që Po, thua. edhe kur e mbaj më të herën e parë kur dola edhe që thjesht ish, no, si se doli, edhe ish, mos ja fut kotër njerëzit ose bëja një mimik edhe qeshnin, edhe sigurisht që të relakson, po prap publiku është jashtë, nëse nuk i jep, bie heshtja shumë kollaj. Edhe heshtja më ka ndodhur edhe kur sidomos në fillimet e mia. Është e rënda ajo heshtja. Mban më ndonjë batut që si ka bërë Qako, qesh? Është 200 kg të mbash në shpatulla. Oh, e di se atë duket 1 minutë atje? Shumë. Smaron. Nuk mbaron. Dhe imagjino kur kena 25 minuta heshtje. Po si i rikthen, se problemi nuk është vetëm që si bën dot për qeshur. Ja do ta them tani. Ka patur një natë, ajo ndoshta ka qenë nata më e keqe që kam patur ndonjëherë, edhe nuk është ishte publiku. Unë isha i ri, nuk kisha konfidencën e dur, se ato shaka i kanë përdorur disa nga ato tek një vjetor i Comedy Thursday që mund ta gjeni në YouTube dhe janë shakat që kanë funksionuar më shumë. Edhe atë ditë ishte një heshtje varri. Thjesht në fund bëra i shaka idiota me Big Brotherin që u bëi një moment që si e famshme. Edhe qeshën aty njerëzit, edhe nga që qeshën u mërzita ai shumë sa thash, okay, më doni nga këto u bëra dhe shaka tjetër me Big Brotherin dhe ika. Të nesër me një njëjtë material se e bëra 2 në 3 funksionoi, thjesht ishte edhe publiku i atill. Ishin gjithë kështu të rritur, ishin unë kisha gjithë shakat me nekrofili, me të vdekur. Mu kriju përshtypja sikur publiku i duhur, paktën për të dëgjuar ty, duhet jenë nga grup mosha 20 deri në 30 e ca vjet, se pastaj Aq është në fakt grup mosha që më shumë. po erdhën mosha pak më të mëdha, që janë disi profil familjar, do ta keq interpretonin edhe atë fjalorin banal, për te Varet sa mend kanë në përgjithësi mund të them. Po shiko, është edhe çështje kulture ose subkulture. Edhe çështja intelekti është pa hajt. Jo, ta kam llafin që është një lloj kështu subkulture, në kuptimin që janë shaka që janë brenda një rrethi, por nuk mund t'i dinë të gjithë ose nuk i ato janë shaka që ne të gjithë. Apo ja futa kota shikon s'ka Po lidhje. nuk është se ato janë Në përpjekje shaka të brendshme, inside jokes edhe i kapi kush i kapi. Jo, ato janë shaka nëse ti të prek për shembull mortaliteti, un kam patur atë shakan me se e mbajmë në funerale në këto gjërat. E po bëja sikur ai
Zotëria që ka vdekur ishte një gay i fshehur e vjen ky ish dashnori. Vetë bëra gjithë këtë, edhe po imagjinoj jeni vaki shqiptare, do ulesh poshtë, gratë lart, japin atë cigaren, do hedhësh lekët. Ishte gjitha kjo, edhe nëse ti prekesh ta pjesa kur themu që ky shkon në momentin e fundit i preki penisin, do ta ai ftohtë po prap I shishëm. Sa do të jetë prap nuk ndez ajo, është Jo, më ore, varet nëse ty të shqetëson kështu që mos bëj shaka me të vdekur, mos bëj shaka me këtë. Ai lloj njeriu je. Ne nuk kemi limit në asnjë lloj teme. Se nuk mendoj që humori lëndon. Jo, përkundrazi. Fare. Për mua jo, mund të bësh edhe me mua shaka çfarë duash, ka gjëra. Ke parë një njeri të çaj deri më sot nga gjitha stand-upet që ke bërë çaj nga një batut, preket aq thellë sa të çaj nga e qeshura. Nga e qeshura, po. Në rastin tjetër. Ke bërë një batut edhe dikush e ka marrë shumë për keq. Një çift ku doli bëra shaka me kar, kështu një me por nuk e di çfarë ishte, edhe ikën ata. Thjesht isha unë atje. Kush e di se kanë pas planet për më vonë, more Denis. Ose bale u hapa, u dhash mendime. Mos ikën ta aplikonin atë që the ti vëlla. Po. Orali, se mirë, atë pëlqen orali e kon? Mo patjetër apo. Nuk e di plan. Ua, po shysh jo. Unë mund mos bëj seks fare, thjesht. Nëse po sigurisht, po ku ka mashull? Është ai budalla. Po çfarë? Ma në të masë është ora 5:05. Një më po flasim për gjëra popullore, apo jo? Ja. Pyetja e radhës që kam te skaleta. Sa serioz. A I shkruan gjithmonë materialet apo improvizon? Pse mendoj unë që ti në shumicën e rasteve realisht improvizon? Të gjithë këtë mendojnë, po e kupton sa I zoti jam, që duket sikur më vjen në moment ashtu sikur mendohem. Ja, edhe kjo është e gjitha e shkruar, I kam aty. Pra, po thoja, shiko, unë nuk se s'kam me veten e të tregoja mënyrën e punës, nuk është se I shkruaj kështu që t'ulen. Thjesht nxjerr pika, edhe pastaj sigurisht I mendoj një herë para. E pra se thash çan këto letra kaq të vogla ku shkruaj teksti. Ato kam, unë nuk, domethënë po nuk I shkruan në detaje. Po, kur më kapi Alzheimer, askush do t'i kuptoj, se kam kështu korç, plakat e rruga. E ke kështu gjëra funeral, edhe disa për shembull I shikoj se kam menduar gjithmonë që truri do më rrinte kaq I freskët, po kam degraduar që ka vash edhe them kjo do ketë qenë shaka e bukur, po nuk më kujtohet më si është. Ndoshta duhet të filloj të shkruaj, por nuk I shkruaj dot. Është si te, nuk e di, ke parasysh 100 vjet vetëm të Gabriel Garcia Marquez që I zë Alzheimer. Gjithë dhe fillojnë të shënojnë tryeza, dollapi. Ai libri që duhet mbajtur shumë me shënime se se mban mend dot ndryshe. Çfarë libra pëlqejnë ty? Librat e mirë. Okej, librat e mirë, po cili është zhanri I preferuar, po themi. Këta më të klasikët jam unë. Ky që them për shembull më pëlqen shumë. Dostojevski më pëlqen. Okej. Këta Oscar Wilde-in e kam qef. Kam qef shumë varet, Kadareja më pëlqen. Librat e mirë. Super. Çfarë natyre je ti? Je I errët? Je depresiv? Je pesimist? Se zakonisht njerëzit inteligjent kanë prirë që kam një lloj cinizmi kështu që më vjen. Sapo të komplimentoj tha inteligjent. Përveç se komplimentova që as më porti fare, po nuk jam kështu kam fjalën që depresiv, jo, më pëlqejnë gjërat e bukura, më pëlqen bon vivanca, më pëlqen, më thënë jashtë kësaj gjë jam kështu, jam fush me lule, sigurisht që stërmendoj shumë. Jam I çik cinik her pas here, nuk e di pse. Cinizmi nuk I ik dot. I qenë lëkut që krijon njeriu në njërë. Kus po jo, nuk jam kështu. Ka ardhur rastësisht apo mund të bëhem në një mizantrop, nuk e di. Nuk e di. Po jo kështu depresiv I errët, nuk besoj. A ka ndonjë historik pas kësaj? Pas kujt? Pas cinizmit, po themi. Nuk e di, ndoshta ma ka kaluar I mat, kolonjarët janë në përgjithësi shumë satirik, ironik. I matë shofer kamioni, nuk është ndonjë pedagog. Parsa I ma ka kaluar pasionin për libra të paktën. Janë kujtimet e vetme të lumtur. Ai mbajmë me babin ai që punonte larg me kamion, edhe vetëm momente që më pëlqenin ishte kur shkonin në bibliotekë bashk. Po edhe ai gjithmonë ironike kur ham në dark thotë ndonjë gjë jam kështu dua të fut në pirunë. Dua shumë. Ja ke marrë cinizmin, dhe ja ka. Po unë ndoshta nga që kam lexuar çik më shumë është kthyer në cinizëm edhe kam ndonjëherë në një kështu në mizantropi të lehtë, por jo, nuk jam kështu I errët. Interesante. Jam rob shumë interesante, po ndonjëherë pas intervistës. Cili ka qenë momenti yt më I errët? E di që duket si këto pyetje tipike të intervistave, po. Si I errët? Më I vështirë, më depresiv, më kam patur I moment në fakt, një
Të 20-tat ashtu janë se janë audicion për personalitet, po. Sa bukur e. Kjo ishte e bukur. përkufizove. Kjo ishte e bukur. Real mo direkt këtë. Jo, kjo është për real direkt. Ka qenë një moment, kam qenë 24 vjeç, thjesht e mbaj më që bëra atë ditëlindjen e 24, po pija bar me bark, duke pirë birra, as punë, as gjë. Edhe vendosa të ndryshkoj veten, ka kështu, punova në traget një 3 muaj. Në Kroqer, këto. Jo, Kroqer, ishin nga këto tragetet më kështu, bënda një linjë, France, Spaj, Marok, pastroja halet e këto gjërat. Edhe u kënaqja se nuk është se kam punuar shumë në jetë, pavarësisht se duket shumë edhe ne shesim gjithkohë Denisi, nga që duket kështu se nuk është se kisha, më kam mbajtur mirë babi, ka punuar vetë shumë që unë të mos punoj. Vërtet kjo? E vërtet, kam qenë shkollë private që në klasë parë këto gjërat, çfarë se dukem kështu sikur sa ka vuajtur ky njeri. Jo, shkova që të vuaja. Edhe kur u ktheva, kuptova shumë gjëra, plus që doja të bëja edhe këtë gjën. Okej. Nga një moment i errët, po, më kujtohet edhe kur isha atje në atë katin e dytë të atij tragedit, fillova po shkruaja. Isha vite pa shkruajtur. Jo, zinte era e halës. Mirë më ka zënë në fakt. Po nuk e kuptova çfarë po më ndodhte. Isha me një koleg, me një halexhi tjetër. A që një çuni serb. Mirë shumë serb, Sarancane që lavdëronte grekët. Edhe në nuk e di, isha kështu kur po më flihet, e tha po të ka zënë më bër kaq ishte nga që tundet apo nuk kam vjell ndonjëherë. Nuk e kam aq të keq stomakun. Jo, unë nuk mund të kem për kështu udhime shumë të shkurtra me këto anije turistike që shkoj nga një vend tek tjetri, po nuk e imagjinoj dot të bëj shumë orë udhtim me traget, për shkakun më duket e tmerrshme. Sidomos në erën e halës. Jo, pastaj është akoma edhe më nuk është aq keq, jo. Marokenë shumë. Jo, po me vërtet kur kthehesha edhe rria po mendoja për shkrimin e kur erdha e kisha mendjen që okay, unë do lexoj, do shkruaj se këtë kam bërë kur isha i vogël, e humba rrugën kur e humba. Pastaj e pa që nuk mund të bëhem shkrimtar se nuk ka buk, edhe kam sens humori, thash po bëj diçka tjetër, po u tregoj njerëzve me gojë. Gjërat e mia në mënyrën time. Super pra. Tani. Përveç se mizogjin, je edhe pak racist? Mizogjin? Bëj shaka unë, kështu pa nuk jam në fakt asnjë nga dy. Bravo. Çfarë? Ajo që urre. Jepi. Pa as do bëjmë nga këto shaka. Bëj emisionin për të kryer kështu. Çfarë muzikë dëgjon zakonisht? Të funit më. Kam pyetur njërin e kur më tha këtë të funit e urreva me shpirt e përçmova. Se? Po budalla, kupton sa budalla duhet të thuash gjë të funit. Më pëlqen, nuk e di, jazzin e kam shumë qejf. Okej. Miles Davis, këta, Chet Bakerin kam qejf. Gjë grupet e vitra kam qejf Fleetwood Mac. The Smiths janë grupimi preferuar. Po se të rikujtojnë ato kohrat e jetës së mëparshme. Jam shpirti i vjetër shumë. Denis, shkojmë për pak muzikë dhe rikthehemi më një herë. Mirë, ja ku jemi rikthyer sërish, vijojmë të jemi ende me kolegen time me Violën edhe me Denisin. Ku e kemi bazën? Apo e kemi bazën? E kemi bazën. Okej, mirë pra. Unë s'kam kështu. Dëgjohet? Shiko, e di cili ishte problemi. Që unë pyes ku e kemi bazën dhe ndërkohë kisha kufjet këtu. Po. Kështu që të kërkoj ndjes kolegë. Se u emocionove Viola? Çfarë të emocionoi? Se çisha duke lexuar pyetjen e radhës, se thash do futemi prapë, di çfarë pyetje ti bëj Denisi. Pyetja e radhës është: ku e vendos kufirin mes humorit dhe ofendimit? Se ka njerëz që të ofendohen, besoj. Apo ja. Do thoya në shqiptar, po gjithë njerëzit e botës të lehtë të ofendueshëm janë. Prandaj dhe stand-upi është një zhanër aq i dashur për atë pjesën që nuk ofendoj. Po nuk ofendohet, ku ti kur e bën shumë personale, besoj, po ne edhe emra përmendim në stand-up siç mund ta kesh dëgjuar, nuk është se ofendo, po të ofendosh drejt për drejt. Nuk e di. Kjo nuk ndodh, se ne nuk bëjmë atë, trajtojmë tema gjëra kështu. Jo, shiko, sharja është tjetër gjë, ofendimi është. Ku mendon ti që ndahet për shkak? Po ja, për shkak, jo, ideja është ka tema që i prekni me frikë pikërisht për këtë arsye. Sigurisht. Ose që si prekni dot për shembull, ku diun. Po feja për shembull është një temë që nuk ta e prekim, po që është pak e ndjeshme. Të falin njerëzit. Është pak e ndjeshme. Që në momentin që beson në Zot. Ti beson në Zot? Sigurisht që jo. Se? Po besoj, nuk, domethënë kur
e vëm punë logjike, them nuk më bën se të ketë një burr magjik aty lart. Thua, ëh? Po njerëzit më i komplikojnë gjithë, asgjë s'është aq e komplikuar, po hajt. Si me humorin. Edhe feja e Zotit gjitha njerëzit i kanë komplikuar nice. Çfarë komplikojnë tjetër njerëzit? Çdo gjë, më çfarë komplikuar. Po nuk e di. Dashuria për shembull, është shumë e komplikuar në ditët e sotme nga vetë njerëzit, ëh? Është në fakt se nuk po merren vesh si janë burrat dhe si janë gratë, nuk e di. Për shembull dikur ti mund t'i thoje një djalë që kur të rritesh, martohu, bëj një fëmijë. Sot nuk e di a mund t'ia thuash dikujt këtë. Ta kanë thënë? Pse më burr? Pse si ja thua dot? Po se nuk e di, se më duken sikur me këtë martohen, janë çiksi. Po pse janë kaq pavendosur? Mendon, çfarë mendon ti domethënë? Kanë probleme karakteri dhe gjërat, prandaj edhe si mund të bëhen bashkë dy njerëz. Martohen, bëjnë fëmijë, tani nuk i zgjidhin dot gjërat me veten. Ndoshta edhe atëherë nuk i zgjidhin, po ishte ajo që unë duhet të bëj më fort, duhet të kem këtë punën, të kem. Tani më duket sikur është bota në një moment shumë delikat edhe nga kjo. Ti beson tek roli i mashkullit si provider? Po. Sa e thellë kjo. Si e thellë fare, po. Jo, se sot ka shumë që flasin edhe thonë, duhet të jemi njësoj, barabartë. Jo, më le të bëj njësoj, s'ka problem, po mashkulli duhet të jetë provider. Kur tha Denisi janë kështu të pavendosur për të martuar, i kisha mendova se mos e kishte të martohen me grua, po të martohen me burrë. Po s'di olla me çat martohen, po tani mund të martohen edhe burrat me burra. Këtë po flet për homoseksualet. Po pra, për këtë mendova se e kishe ti domethënë që janë të pavendosur, nuk dinë të martohen. Po thua për biseksual, nuk e di. Nuk ata janë. Ndaj mendje vëlla tash. Ndaj mendje. Se mund të kesh gjërat e tjera me dy mendje, për shembull thua, do ako koshka po edhe sa, kurse për Karin. Na kesh ndar mendjen keq. I keni numëruar se pipen na duan gjatë kësaj interviste? Tani, me që ti nuk ka largoni fëmijët nga makina, domethënë ju që po dëgjoni në radio. Me që ti nuk ka të ëmbla, unë do ha. Si e do bonën? E dua këtë me çokoladë. Cila është? Ajo që e kapë. E kuqa apo kapja? E kuqe. Nëse ta hedhun. Se duket më këndshëm kur ta hedh. Prite. Opa. Wow. Japin lekë, japin? Po japin. Japin, si japin. Kam unë emision, hajde. Ne jemi falenderues ndaj çdo kujt që kontribuon. Për shembull, jemi shumë falenderues ndaj teje që erdhe sot. 2000 lekë. Po mirë. Se ke shumë pazarin, jo? Më paguat për ne. Patjetër. E planet e ardhshme cilat janë? Pra do ta mbani këtu këtë Comedy Thursday që keni apo do ta zhvilloni më tej, do shtoni njerëz të rinj? Se kisha një gjë. Ne mendojmë gjithkohë, hadi vëlla. Bëft mirë do. Faleminderit, mund të thuash. Gjithë bëft mirë. Jo, s'ka gjë. As ti s'm the kur pa kokoshka. Thash më burr të thash, ja. Ja, më mirë të bëft mirë. Shko, e mendoj gjithkohë të pjesën e Comedy Thursday ku do shkoj. Se sigurisht është në një moment të mirë, është ka një Shumë, ç'kem? Nuk e di, ndoshta edhe kështu vazhdon, në thjesht klube, ndoshta hapemi klub tonin. Okej, nice. Për vërtetë. Është këtu ku nuk e di. Deri tani ka zgjerim si gjë. I keni lekët për ta hapur? Se gjithmonë mund të ekzistojë. Ka besi sot dush. Ai është më i vjetër nga ne, ka bërë lekët, ka punuar, ka shkruar për tërë dynjan. Edhe kështu. Me lekët aty, po me tati. Unë tani po mundohem të bëj. Shoqëria e mirë në ditë vështira duhet. Kur thua me Viola. Edhe atëherë dallohet. Po me filmat shqiptar si ke punën ti se nuk e di nga kjo e folur ajo shumë më kujtuar një çik. Shumë mirë, po, i kam shumë qef. Besoj ato fola te emisioni 40 minuta për këtë, do të flasim edhe te joti për filmat shqiptar. Po mirë, foli çik edhe këtu tani pse çat të lidhet gjuhat ty kur je këtu. Jo, i kam shumë qef. Jam rritur me filmat shqiptar, shkoja nga babi. Edhe tani kam i vek shumë. I kam si zhurmë në shtëpi, jam duke bërë ndonjë gjë, la jenën vet, grua la jenën. Edhe I lanë? I laj, mos i laj. Bravo çaf. Të çfarë burrë jam unë. Imagjino sjell 5000 euro në shtëpi prap la jenën dorë. 6. Ore ku e la këtë çantën? I mban në bank apo? Jo, nuk i mban në bank. I kam që vjoj, unë mbaj vetëm cash. Po mirë, atë çantën çuna. Se ti mendon që ishte gentiles nga ana ime, është Denis ma jep çantën, po bëj detyrën time si grua. Po, unë thash po pse po m'pudh m'buz njëherë. E kuptova që duhet kishte këtu, që më kanë ftuar në vende të tjera, domethënë ti edhe Rudi Hizmë më ka puthur m'buz. Rudin e duam shumë. E kemi xhan shumë. Jo, unë e dua shumë, e kam xhan shumë. Unë e kam
Tani nuk Nik shumë të mirë prandaj Po, bëhet çakon. Po e lam. Maskaraj është E deri ku na mbeti. Tani ka ndonjë kështu nga publiku që do ta nxjerrësh jashtë? Të ka qelluar nga publiku, ndonjë që do ta nxjerrësh jashtë. si ta ndërresh. Ta nxjerrësh jashtë nga lokali se të Po thot bezdis. gjëra. Të bën zhurmusin apo do. Po jo, ka kohë, pa më ndodhur shumë kohë. Domethënë e ke Shko, bërë. na ka llastuar shumë publikut e Comedy Thursday. Kemi shumë publik të mirë, shumë të kulturuar, shumë I shef gjithmonë të njëjtit njerëz që vinë? jo, fatmirësisht. Okej. Sigurisht që kemi klient besnik, duken fansa besnikëve, dashamirës. Sa bukur e tha këtë klient. Paguajnë nga 10.000 lekë. Okej. Është klient i humorit, blen. Po, Unë lodhe ma im paguan. bukur. Edhe i duan fort. Jo, me vërtet është mund të them është shtresa më e këndshme e Tiranës. Për momentin e kemi ne si publik. Dhe jemi shumë të lumtur për këtë. Okej, duke qenë se kam qenë publik, po ndi veten kështu Si do duka ditë për shembull se ti pe? shumë mirë. Shumë chill apo askush Po. nuk pati Jo, në jo, asnjë nuk moment pati që- asnjë Viola, moment. ja vleti 10.000 lekë? Ja vleti plotësisht. Edhe Mos e rrisni më shumë Pra, biletën ta se bëjmë është bërë koha e vështirë. Edhe më shumë do të kishe paguar. Apo ja. Edhe më shumë do kisha paguar po të kisha lekë. Do ta bëjmë dhe më shumë. Do ta bëjmë. Kanë shkuar 20. çmimet I kaca film. kemi ato të 3 vjetori kemi. Po mirë, se ajo ja vjen. Kemi 20, 30, se është 5 milion lekë qëra. Kështu që duhet nxjerrë edhe S'ka shpenzimet e veta. Që të rikthehemi te skaleta. Woo! A mendon që komedia duhet të ketë përgjegjësi sociale? Të japi mesazhe dhe të ndikoj pozitivisht apo të bëj të reflektoj, po thua? Dhe të edukoj. Po jo, për të edukuar jo njërë. Se? Edukohu në shkollë, shiko libra, që unë flas për nga unë do edukohesh. Ua, është super edukim. Po, edukata seksuale është. Patjetër, ne nuk- reflektim, po, mua më pëlqen. Po kush do më dëgjoj mua aty ata 250 vet apo 500 në 2 net apo 750 në 3 net? Edhe do thonë, "Po çfarë tha Denisi për qeverian nuk shkon diçka me këtë, apo nuk shkon diçka me njerëzit që bëjnë X gjë, për shembull kur unë bëj reflektim social apo që ç'a ndodh këtu, ç'a ndodh në autobus, ç'a ndodh me këtë." Unë i bëj se nxjerr atë dufin tim edhe inati është fani. Edhe kurse jam inatosur me gjë bëj sikur jam shumë inatosur, që e ç'a nuk shkon me këtë. Po që të thua që duhet të edukoj, jo më plak, pse duhet të edukoj? Janë shumë mendime shumë të mykura nga këto që si dikur njerëzit shanin këto emisionet portokalli, po ç'e edukat u japim? Po ç'e edukat i japi ai? Ma s'është për dhënë edukat. Do ish një aktor që merr ato lekët atje, dhe i paruke bën një gjë. Vëm punën e vet Po si punë tjerë. çfarë tani edukohet? Edukojnë mësues, do jep rrogat mirë mësuesve. Pas të sensibilizoj për shembull. Sensibilizoj. Jo më jam pro sensibilizimit, po jam protestat për të sensibilizuar. Kështu humori ta jep në një mënyrë, për shembull humori prek shpesh herë temën e pedofilisë. Duket sikur ne jemi Po për këtë ka shumë po, dhe keq duket interpretim. Po, dhe mund duket sikur ne jemi të pandijshëm, po që është tema Jo, që po edhe një pjesë e mirë e publikut mund të dali duke menduar që ti je pedofil për shembull. po, unë e mbam atë burrin që të ka prekur kur isha e vogël? Jam rritur. Tisha? Edhe ti. Hajde, sa mirë kemi kaluar. Tani më kanë dalë thinja. Ja, Allah më vjolla. Prandaj s'më pëlqen më. S'më pëlqen më. Ja, tani këtë do ta marrin në është një një temë për media dhe do shembull ta që- bëj lajm Denis. Po. Gjen abuzues. Gjendet abuzuesi në Për intervistë. shembull, mua ajo më duket një gjë që është grup ndjellse dhe shumë e shpifur, një nga sjelljet njerëzore më të shpifura. Po në momentin që unë flas për ta dramatizuar, edhe për të mos i bërë kështu si thak më të mëdha këto gjëra që janë, mua më vjen për të vjell nga ajo lloj gjëje. Po tani të mos e bëj shaka, ndërkohë që ke njerëz me kostume me kollare aty, që dalin edhe i kemi parë ç'a ndodhin. Apo burra zotrin që na shiten, që i shikojmë me 16 vjeçare dhe 15 vjeçare. E po përgjithsisht shoqëria ka tendencën të mendoj më shumë ty, që bën atë lloj humori. Pra po është hipokrizi. Se sa dikoj që vishet me kollare dhe- Më na i ka lënë çi komunizmin e këto, si Se mendojnë që i kemi vetëm ne apo? Po jo, edhe jashtë ata me kollare dhe me shumë lekë i kanë bërë këto gjërat, e ke parasysh se nuk e di, varet. Kalojmë tem tjetër. Me rënd kjo. Është temë që Dhe me rënd, po, shko, humori nuk është humori i rënd. Është ajo tema, që ndodh. Është Në humori e dramatizon. Ti a qesha unë kisha thashë ka Më qesha pa fund. pedofilia, të pëlqyen ato? Qesha pa fund sepse jam një publik që e kuptoj që ti je komedian dhe patjetër unë nuk nisem me iden do vi do shoh një stand up Po, komedi për të reflektuar, ë.
Po që mund të E për dalësh, thuaj edhe kolegut. Suaj edhe kolegut. mund të dalësh me ca mendime se, o sa bukur e sollën këtë. Po jo për të edukuar. Nuk e dim. Jo, mos se s'është përgjegjësia, e shpjegova atë edhe më herët që s'është përgjegjësia e Nuk është. Mirë, Komedisë paktën. rikthehemi tek skaleta. Çfarë thot Sot pas ka skaleta? një Mos e me fiksim të kati eci me- ke pa, do t'i e presim me për skalet. ritëm. Si ndikon jeta personale në materialin tënd? Ndikon. Jam shumë kurioz tani të di këtë. E shikoj, je shumë kurioz. Jam gjithë sy e vesh. Gjorgji Kuriozi. Ty s'plas fare ti ma the që s'ke asnjë lloj lidhje me komedin. Unë s'kam lidhje me komedin, jo me ty që të kam të ftuar në studio, më burr. Më keme. Çfarë lidhje keni ju dy? më? Me kam ftuar në studio pra po e pyet, se A, dua mirë, dua ta që se thash. dua që të bëj klikime. E kam ftuar, thot, nga ftuar Viola, vajt më. Pa mirë tani se njerëzit nuk i dinë gjitha gjërat. Edhe tash mos. Me lëre ta marrë atë rrugë. Burr tash. Ndikon shpeshherë më jep materiale edhe në një muaj që the bo nuk kam asgjë. Thjesht kujtohem çfarë më ka ndodhur në një gjë dhe i derivoj. Sigurisht që fut fantazinë në punë, nuk është se jam kështu storyteller i thjesht që tregoj në një histori. Po ndonjëherë kur është fani dhe ajo historia mund ta them. Ti ishe atë ditë tregova me nënën që më tha lëshoja lum, më tha një gjë. Se mund ta përsërisësh prapa të batutën ndoshta në ndonjë stand-up tjetër. Nuk i dihet. Edhe mund ta mbaj me vërtet. Edhe kur është ndonjë gjë që e gjithë historia siç ka ndodhur, është për të qeshur, okay, po pjesën tjetër pastaj fut fantazinë punë, po që më shërben. Për shembull në verë kur isha i çik i zënë edhe thoja si do t'ja dal për këtë muaj. Më ndodhte diçka edhe thjesht histori që më kishin ndodhur edhe të furnizon. Ajo nga jeta, nga ato. Po fut fantazi në punë. Po sigurisht. A mund të më thuash fantazitë tua? Apo jeti porno apo fantazi më shumë. Regon? Të dyja. Në fakt Të dyja. Shikoj. Të dyja. I përzien, dukesh. I përzien keq. Sa po e pyeta, a mund të më thuash fantazitë tua? Jo, mos hyrë. Me thon fantazitë tua për këshuar Ja, për shko mos hyrë në këtë kokë. Mos e bëj. Çfarë të frymëzon më shumë për te asaj që përmende? Des për kokosh kam. Ndonjë situatë për shembull kalon dhe përjeton jetën urbane të kryeqytetit, shef autobusin për shembull të frymëzon. Jo, autobusi? Por pse po mendoja edhe unë për autobusin situatë? Përse jeni budallënj. Madje autobusit portokalli. Faleminderit. Jo, unë nuk kisha në mendje këtë porcelanin, në fakt, se ato më është dashur ta përdor më shpesh. E mos është gjë e parë që bën. Pse unë e marr autobusin shpesh, unaza. Unaza është perl. Po pse ka? Ço duhet të bëj për të qeshur autobusin? Po ja, kur të njerëzit përdonon kur- njëri që të gishtos nga i çik, pa mirë, tani da bëj ai se si faturina është dhe njëri që ka gjithmonë janë dy. Dy njerëz duhet të jenë me patjetër, këta dy, nuk do t'i mungojnë asnjë autobus. Asnjë autobusi. Po faturina edhe ky që Në zakonisht pres tek stacioni i parë që tulem se e kuptoj. Se di çfarë po humbet Viola. I wanna be safe. Çfarë bën kur s'ke frymëzim? Tani Hemingway ka thënë ulu dhe gjakosu, kështu që ulu dhe ajo makina e shkrimit dhe bleed. Edhe puno, atë se bëj, duke punuar të vjen po themi. Gjakosën. Po, mundohem. Unë nuk shkruaj dot ulur. Para se e thash atë te Hemingway që ulu dhe gjakosu, po unë duhet të jep gjithkohës në këmbë. Marri kafe, vërtitem, ha budallaqe kështu. Në shtëpi, bet fjalë. Shtëpi. Se për një moment kur Nuk tek shkruaj dot duhet të jashtë. jem patjetër në këmbë, mendova se ke hemoroid, thash mos mundoj. Jo, nuk kam, po ti e di. Ti e di, pse bën kënd? A kthen direkt nuk të lë një moment do ti të kënaqesh dhe Nuk të e thuash lë. "Mos gjeti Çe batu." kam këtë me vërtet. Nuk e di pse je Nuk e lë, kështu. nuk e lë që të bjerë në shesh, ja. Apo duhet të kënaqem unë këtë në fakt. Po kënaqur, po kënaqur. Po kënaqesh herë se Mos e vrit mendjen. Hajde mo. nuk jemi në nivelin Jam tënd. rat. Je rahat. Jam rat. Nuk jeni në nivelin ti, po jam rat. Jo, nuk kemi nivelin tënd. Po e pranojmë që si jemi sigurisht. Ishte të drejtë kolegu yt kur tha thanks God nuk është i pasur, nuk ishte djali ndonjë njeriu me status shumë të lartë shoqërisë se s'di çdo i kishte bërë rob. A, pse vërtet, ë? Le të presim. Le të presim. S'kemi parë gjë akoma thua. Jam mirë, pasurinë e dua për vete për të qenë rat. Ku e she vetëm pas 5 vitesh? Po, Pas 5 vitesh, më thënë pas një farë kohë që ta kesh pjekur këtë gjë që bën. po, që ti Standardi është 5 vite. Po mund të jenë edhe 10 edhe 7, sa diun, tash s'ka lidhje ajo. do ta ndani. Sa, 10 apo 7? Kur duash. Hajde. Po, e para një shpresoj që komedia të ketë sa më shumë njerëz edhe fansa që e kuptojnë edhe e duan, edhe blejnë biletat. Ketë shkuar diku komedi Thursday siç tha, mos e të kemi klub, një që ne te duket shkuar mirë. Dhe nga karriera tjetër shpresoj që emisioni me Nderiush ti duke ecur sa më mirë,
Më pëlqen ajo late night, nuk dua ta lë ndonjëherë. E shikoj vetëm paralelisht. Lodhemi çik të shkruaj për dy apo. Ka qenë ai ishulli i yt? Po, në fakt gjithmonë atë shikoj se duke qenë se jam inspiruar nga këta komedianët amerikanë dhe këta edhe për ata gjithmonë ka qenë një qëllim, o do bësh një late night në një gjë ose do dikur para se të kishte shumë lek stand-upi. Të gjithë ja u them këtë si do më bëre zhurmë me atë, mo çfarë bën nuk. Se po mendoj prandaj si vura kufjet. Aha. Ma lese sa bën fare. Ja, me që ju nuk ishit shumë të dhënë pas historisë së stand-upit, dikur stand-upi nuk ishte shumë lek. Ishte ca çuna që rrinin nëpër lokale, edhe ideja ishte që ti për shembull të thërriste një late night show host, që atëherë ka qenë Johnny Carson, edhe më vonë të tjerë, edhe nëse bëje mirë aty, mund të ndodhte diçka e mirë me jetën tënde, se shikon njerëzit në televizor. Dhe zakonisht mirë ishte nëse ti merrje një sitcom. Okej. Si Jerry Seinfeld edhe të tjerë, apo në një emision të ndin edhe kështu, edhe unë kur e kam nisur atë kam menduar që okay, ku do më çoj kjo? Të shkruaj për dikë, apo të kemi emision timin. Dhe ja ku jam dhe po ka qenë një ëndër ime të kisha një stili late night show. Më kujtove edhe këtë filmin me Robert De Niro, The King of Comedy, 82, nuk e di nëse e ke parë apo jo. Ta sugjeroj shumë fort nëse nuk e ke parë, është fantastik. Misa është pak i trisht, po që është fantastik si film. Edhe për këtë temë flet pak a shumë, për shpërthimin e shpërtimin e famës edhe të periudhës së stand-up comedy dhe të late night show-ve tamam. Po, kur ishte në kulmin në Hollywood atëherë. Është shumë film i bukur. Tek filmat çfarë preferon? Edhe po ha. Të bëft mirë. Të bëft mirë. Edhe me filmat, siç ta thash, më pëlqejnë të mirët, si me librat. Këto horror nuk shikoj dot. Pse? Pëlqejnë. Dalla këto tani. Ke problem me zemrën? Jo, kam shumë të madhe madje, po ose ndoshta nga kjo është problem. Jo, nuk kam, më duken idiotësi. Po, të tremba. E qef. Adrenalin. Shiko. Okej. Jo për mua. Po, ku do të filma me shumë dashuri çka nuk e kam shumë qejf kështu. Ke qejf filmat konceptuale. Kuptohet që është konservator edhe po të kishte jetuar ca vite përpara, domethënë po të ishe pak më i madh në moshë, bie fjala. Do ishte si baballarët tanë që kur fillonte ndonjë skenë kështu me puthje. Po, hiqnin në jo i lehur ato, po nuk më pëlqen të ketë çike histori ose të jetë për të qeshur. Po është komedi ti shkojë gjitha ose filmi duhet të jetë i mirë. Nuk e di. Po më thuaj në titull them pëlqen. Se s'po më vjen tani, se po më the kush është filmi jot i preferuar, asnjëherë s'vjen asgjë. Vërtet, nuk ke ndonjë film, domethënë, s'e vjen tash diçka, ose një film që u diun. Po më pëlqen ajo që One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ja, me atë Jack Nicholson. Ajo më pëlqen shumë. Super. Është e vështirë të bësh për të qeshur ty. Se okay, ti bën njerëzit për të qeshur shumë thjesht. Jo, në fakt thjesht duhet të jesh shumë i vërtet dhe budalla. Unë qesh me gjëra shumë të vogla në fakt. Mos Ahmeti për shkak të pëlqen. Po nuk po bën për të qeshur në atë lloj forme. Dhe kuptoj, fani është ajo, po çmend tër dynjan. Ke marrë të ndonjëherë ftesa për të bërë pjesë këtyre reality show-t? Kam marrë. S'ke pranu? Jo. Pse? S'pëlqen. S'jam pa punë. Kur të pa punë do shkoj. Apo se ke frikë se ndoshta aty shfaqja anën tënde të vërtet. Ndoshta edhe ajo ose ndoshta nuk do të më shkojnë me break të gjithë. Kjo është arsye e fortë në fakt. Po më kam bërë skeçe me break. Ndoshta më dhe ajo është. Imagjino tani të shikoj në të gjitha format e tua, se kjo ne po bëjmë çik para se un po u jap, jo se s'po u jap. Madje nuk e dia kam dhënë herë kaq, kështu që do të më paguani më shumë se çfarë thash. Po, patjetër direkt. Ja, direkt sa të marrim të zyrën. Po dhe ajo mund të jetë, po jo, më nuk bën sens mua. Nuk kam pse të jem eksperiment social që dikush të bëj lek. Po, nuk mendoj që do merri edhe ti benefitet e tua nga ajo. Jo, nuk i marr vetë benefitet. Se ndoshta është shumë e thjeshtë ashtu se sa të s'm gjërat e thjeshta mua, po e di unë bëj stand-up comedy. E di? Po. Stand-upi nuk është i thjeshtë. Mua më pëlqen të bëj gjëra të vështira në fakt. Mark Aureli thotë show çdo mëngjes bëj gjë të vështira edhe do shkoj më mirë. Në çfarë bën ti mëngjes? Vetë skuqur. A di çfarë bën mëngjes? Okej, e kalojmë atë pjesën. Pi kafe turke dhe shkoj palestër në fakt. Turke? Po, kam një 7 vjet nuk pi espresso. Super, edhe unë turke e pi. Oh, nice. Ore, unë e di. Apo do ta bëjmë kështu. Turke. Turke dhe ti? Turke. Ua. Si shpjegoj? Edhe themi ne. Po, i ku pushti. Me është një aromë që kemi nuhatur lere tani me atë punë të turkut pa hajt. Është një aromë që kemi. Jo, shumë.
Ja rronë që kemi nuhatur që në fëmijërie na pëlqen ndoshta. Pra rutina e mëngjesit ishte kafe turke dhe palestrën se? Po. Okej. Sa vite u bën me palestrën? Jam kështu on and off. Se nuk duke shumë në formë. Duhet më shkosh lakurizë. Ja bëre vetes. Tani Unë e bëj qëllimisht more go. Po e shesim më burr. çfarë po shisni ju? Sa fa. Ore, si të duron partneri aty ju burr? Kështu si jeti? Po se jam kështu. Ha si. E madh me të mira. Na tregoj çiksi për te. Asaj që na lejon të shohim. Ja, si nuk të s'kam folën, nuk besoj të flas. Mo tash se s'po tregojmë, s'po themi, A, na tregoj që lan çdo ditë not. Ja, si la çdo ditë në fakt, e kam të mirë, e kam një goqire. Po, për shembull si e shpreh dashurinë. Me ushqim. Okej, Është gatua. gjua jone e dashurisë. Po gatuaj, shkojmë nëpër vende, ham, na pëlqen të udhëtojmë. Nice, shumë bukur. Apo s'nuk i postoj unë. E po mirë bën se në fakt Kjo, që na pëlqen që dukemi të ikim në një vend. sa nis vera, Nuk jam kështu i. kur hap këto storyt e njerëzve në Instagram janë gjithë karkalecat e mundshëm të deteve. Unë hedh ndonjëherë në një gjë se më pëlqen të hedh për shembull ushqime, po për shembull hedh kur shkoj në një vend kështu që ku nuk kam bërë një lloj lakrori, në një gjë më shumë kur është diçka tradicionale. Edhe më pëlqen ti. Ka dhe një lloj vlere sentimentale, kupton se unë s'kam nevojë të shoh duke punuar karkalecat e tu. Po karkalecat janë për të hedhur për nuk e di. Ka ngelur i çik. Edhe kështu e shpreh dashurinë. Sigurisht që më duron, e falenderoj shumë që më duron, nuk është se jam një njeri shumë i lehtë edhe i thjesht. Jeni në profile të ngjashme apo? Jo, fare, ajo është punon në organizatë ndërkombëtare, është totalisht ndryshe. Okej, nice. Interesante. Nuk i pëlqen të flasë shumë për gjërat personale. E kam vetëm për vete atë. Zemër. Tani, unë do doja që ta bënim pak ndryshe. E bëjmë. Të ndrojmë vendet. E bëjmë si dua shagon. Si do t'i ndrojmë Do vendet? ndroni vendet. Do ndrojmë vendet. Ndrojnë. Do ndrojmë vendet. Ti je mun aty? Jo. Ideja është që mund ta pyesësh edhe ti për ndonjë gjë. Jo, valla, unë sa u ktheva nga një intervistë, kisha Po do t'japim misionin lekun. tim u lodha. Po jam i shtrenjtë për sot. Po ti çka edhe ti se disa jemi. E shikoj. Studion e kemi të mirë. Shumë e mirë. E kemi të mirë studion. Ideja është shumë e bukur. Edhe ne më të këmbë. Se nga që takova dhe pronarin, ishte shumë çuni mirë, s'dua të. Çuni mirë ishte me vërtet. Më ftoje për kafe. Imagjino se do vi këtu të pi kafe me ju. Po do vish, mos Pa mirë, bëj unë po i thash. Kafe turke. Në fakt jam mund të vi për zot. Pse jo? A mirë. Unë jam nga Fieri, shoh filxhan. Okej. Mendoj dy. Po. Pata i déjà vu. Pse? Ku jemi parë? Ua, pata i. Unë jam ajo shtriga që më dogjën përpara. Pata një shkruaj kisha bërë të gjithë të gjën. Tani, ë? Po. Interesante kjo punë e Nuk po na gënjen, domethënë nuk Jo, se kjo është ndjesi që jemi takuar në jetë të mëparshme. Por prap ju dy jeni takuar? Jo, më jemi takuar të tre, se Jemi takuar, isha edhe unë aty. Mirë, okay. Tani Ku ishe? Ku ishim? Hajde. Ishim tek emisioni. Te emisioni yt. Emisioni yt. Nuk e di pse kam një lloj kështu. Unë do jam unë edhe do aristokracia, të jesh më nga që unë jam shumë kavalier edhe po flirtojmë keq fare, shkon. Po të iki unë. Jo më rri, mua më pëlqen kur është edhe dikush që është tensioni që s'bëjmë dot gjë. Që edhe perverso por e dashka tre, që është kjo mua. Jam shumë. Vesi poshtër jam. Po treshet janë bërë modë, domethënë. Po. Sa vështirë është të intervistosh. Edhe bëjnë gjithë si të ndershëm kështu pa. Të intervistosh njerëz të famshëm që i njeh publiku. Dhe me qira fjala Denis. Ato tekat e veta. Unë mendoj që Dalina ka goditur me ty. Faleminderit. Pjesa e lehtë. E vërtet po. Tani nuk duaj që ti ha hakun ndonjërit që më ketë bërë këtë. Duhet më japësh dhe ti më lek, se tek shtëpia ime shifet nga 3 herë një episod. Nga të mit. Po. Me vërtetë? Për zotin. Me karrin shtëpi. Me i shoqe. Më shikoni mua? Po. Shikoni me ndër jush? Po. Më pëlqen. Në fakt më çove një foto që të kishte pëlqyer ajo në vendin e gabuar. Po. Se e bukur ajo. Faleminderit. Nuk duaj që ti ha hakun ndonjërit që e ka bërë tjetër. Të gjithë që e kanë bërë janë përpjekur, kanë dhënë maksimumin dhe i vlerësoj realisht. Kush ja mund t'i vlerësoj me çfarë i kam parë. Po mendoj që me ty është, ku diun, ka bërë gol. Dhe pyetja ime ishte sa e vështirë është menaxhosh. Ja, këtë që ta shkoj Dalina. Po. Sa e vështirë është të menaxhosh këto intervistat me njerëz që
ka një lloj. Shiko, unë po kam të vështirë të menaxhoj pjesën që mua po vijnë, po jo, po këtë pjesën e kohës edhe këtyre të në momentin e fundit. Më fal, më tha. Këta që nuk vinë në momentin e fundit. Se kur I kam aty I menaxhoj, më nuk e kam problem. Që kisha edhe unë një frikë të tillë kështu për ty sot. Se mos nuk do na vije. Unë të tha, shko, ti kur më shkruajte në fillim, më thënë xhirojmë pas dite. Ora 1 nuk është pas dite, as 4 nuk është pas dite. 3 thashon. S'është pas dite. Pas dite është? E kur konsiderohet pas dite? Mirë, okay, do të them pas drekës, Pas pesës? Po 5-6 konsiderohet pas dite. Pa hajmë, pas drekës. Flem dhe gjumën. E po çfarë jot pra? Ne pra në 4 flihet gjumë. Tani unë do të isha në gjumë, çohesha via këtu. Nëse po jo nuk e kam problem. Unë mund të komunikoj me njerëzit, sa vjen edhe më është bërë më me lehtë, me natyrshme. I kontakton vetë, po them. Apo ke një gazetar, Kam një gazetar, po edhe vetë I kontaktoj se po ka personazhe që duhen kontaktuar vetë normalisht, se nuk Yes. Edhe me këtë, pastaj pjesën atë, sigurisht që do doja që secili të mashiste emisionin e të bënim qef të madh. Po disa nuk e bëjnë, disa nuk e kanë më brenda, nuk kanë çfarë të bëjnë. Plus këtu nuk ekziston siç është late night që ai thotë unë e di si funksionon. Do aktrojmë. Ke parë ata janë çuar John Goodman ka bërë mundje me Conanin në episodin e ditë të parë, imagjino, domethënë ti jepma. Kështu që ata bëjnë skits, bëjnë bite të vogla bashk. Këtu nuk e kanë atë si kulturë. Turhys kam ka kënaqur. Se një. Filozofinë aty fort. Jo kështu nuk. Oh, nice. Po, ai e një show. Ja dhe është fani vetë. Sa të kanë ndihmuar? Okay. Ti gjëja që bën. E shikoj që është ngjitse kjo? Është vërtet është ngjitse. Ti gjëja që bën fakti që ke shumë i mik. Ke realisht shumë i mik. Unë këtë se kam ditur kur derisa ma kanë thënë. Se mua më duket shumë normale. Ti kur më thanë, tash pas ka me IG+, po nuk e më fal, nuk e kam menduar në si armë. Ndoshta prandaj e kam, se nuk e kam menduar kur si armë. Madje tani kur ma thon, edhe Megli kolegja ime që bëjmë me ndërhysh ma thot shpeshherë që jam aty shikoj herë kamerën, bëra atë gjën e unë nuk e di, më është bërë si nuk e di, ashtu kam qenë edhe në jetë, ndoshta kur thoja gjëra ishim duke ngrënë në dark familjare, unë gjithmonë thoja në shaka edhe kthesha nga motra, ajo ishte kamera ime atëherë. Unë gjithmonë më pëlqen të themi gjë të shikoj nga kamera, stili The Office apo Conan. Në vërtet. A ka mundësi të mos I bëjmë komplimenta këtij njeriu? Lutem. Jo, s'u bëjmë komplimenta. Dalemi këtu tash. Më bëj çu kam marrë. I pas ka numëruar. Ja, do t'i bëjmë edhe një tjetër. Do t'i bëjmë edhe. Që të bëhen 3 paktën. Do të hamë nga këto se do kollite, më po shumë fiksova. Po haj. A më se edhe kollitura është gjë njerëzore. Edhe kollitura është gjë njerëzore. Është e pjerdur atëra. E pra, thua që s'është. Do I bëj komplimentin e radhës tani? Po mendojmë çfarë komplimenti ti bëj. Çfarë komplimenti? Flokut I ke shumë. Po I bukur nuk jam, kështu që Flokut. Jo, ti je I bukur në shpirt. Je se brendshmi. Shpresoj. Cila është vepra më e mirë që ke bërë ti? Me që ishte kështu. Skulptur apo piktur? Po ja. Vepër kështu njerëzore. Me qenë fjala, ke kështu hobi të tjera, në një kitar, në një piktur, në një gjë? Jo. Asgjë? Si je I talentuar domethënë? Nuk jam I talentuar. Po çfarë bën kohë të lirë? Çfarë bën në kohë? Po më pëlqen lexoj, shikoj një film mirë. S'e mendoj. Overthink, Po, jo nuk kam kështu. Ka filluar më pëlqen të tymos. Her pas here, kam sa kohë. Me gjumin si ke punët? Po pi kështu magnez glicinat to kohët e fundit edhe jam mirë. Të ndihmon? Se nuk I kam mirë punët me gjumë. Të ndihmon? Dukem apo? Ja, nuk është se dukesh. Po më ndihmon, ëh. Jo, është helpful, vërtet. Me vërtet, jo, se nuk I kam shumë mirë punët. Dua xhiroj derisa më zë gjumi. Overthinker pra. Të Jam. Halli madh është. Hall është, I kam gjartë I meti, ai është kështu. Duket sikur ti ta e ke marr babit. Jo. Kam gjarë nga 2. Ka një kur për këtë pagjumësinë. Çfarë të bësh fiks para se të zër gjumi? Është interesante. Për atë e ke. A mos apo flasim Po. Kështu është kjo kaq brenda kornizave ku e dim që je babaje, gazetar, po çfarë I varja. Brenda korniza, jo. Nuk më funksionon jo. Më mirë. Jo, patjetër. Si më vjen? Jo, nuk më funksionon. S'të funksionon. Ja. Magnesit. Të dyja bashkë, këto të greja hajde derisa magnezin. Tani.
Do shkojmë tek lojrat kam përshtypjen. Shkojmë te lojrat. E keni të vështirë me këta lojrat, mos edhe unë po mundohem të krijoj me këta të ftuarit kështu lojra. Është i çik vështirë me thënë drejtën. Me çati bën ja po vet. Po përpiqem me çatin, po dhe ai më Si jep që nuk. është shumë i edukuar. Jo, aty po ti hedhësh lek ti jep ai po, varet sa lek i hedh në fakt. Ma të plusin unë për çfarë? Me plusin po, po prap nuk jep thuaj. Ideja është që duhet i përgjigjesh këtyre pyetjeve dhe duhet zgjedhësh një nga të dyja. Pra cila është më mirë për ty. Shpejt se po mbet shurë. Po ik. Do ikë ja do pije pak. Më pëlqen të hidratohem, aq pi kreatinë edhe. Këtu. Po mundohem të fryhem. Do, të ikësh. Do ikë më po ja. Kam çështësh. Okej, fillojmë me pyetjen e parë. Shpejt. Humori zi apo thjesht guxim për të thënë gjëra që të tjerët kanë frikë? E po çfarë është humori zi, nuk e di. Mi thuaj edhe një herë. Humori zi Mërzitem me këtë. apo guxim për të thënë gjëra që të tjerët kanë frikë? Të dyja. Po e dyta më shumë. E dyta më shumë. Unë personalisht. Ti bësh njerëzit thjesht të qeshin apo dhe ti ngacmosh pak ajo që folëm, ti ofendosh pak, ti prekësh pak. Të dyja. Jo vetëm për të qeshur, edhe ti ngacmosh çik. Ma më pëlqen të ngacmoj më shumë se sa të. Okej, pra keni vënë apo. Të dytën. Kë ke ngacmuar më shumë sot, mua apo Violën? Nuk e di. Nuk është se erdha me Kam përshtypjen që kemi qenë rehat, kemi bë muhabet. Po mua po s'më ngacmove pak s'jam rehat. Kështu që. Ja po atëherë prandaj erat. Okej. Vazhdo. Shkojmë tek pyetja e radhës, publik i vogël që të kupton apo sallë e madhe që thjesht qesh me gjithçka. E din, e kanë ndarë mendjen që do vinë aty për çeshur edhe. Kam paguar të 10.000 lekë. Po të dy janë mirë, janë edhe këta që të kuptojnë edhe ata që qeshin. Okej. Po problemi me këta që qeshin kot është që mbase të vinë herën tjetër. Who cares? Rëndësi ka që do mbetet ai rreth i vogël që të do. Jo, rëndësi ka të zgjerohet ai rrethi. Që mos ketë asnjë publik, edhe ai publiku që këta janë besnik 50 veta nuk e çdo. Nuk e çdo i do, po duhet zgjerohen se. Okej, se tek ky rrethi do vim. Të bësh thellësisht viral apo të kesh respektin e njerëzve të zanatit. Po pse jo të dyja do të thosh? Unë jam për respektin në çdo lloj konotacioni të jetës. Po çfarë të vlen më shumë në këtë rast? Po në stand-up vlen respekti për shembull. Te punat që bëj si late night edhe mund të më interesoj viraliteti. Se janë paratë e asaj zonjës që më paguan. Në bazë të videove që bëjmë virale, se aq folëm ne që na shan korçara ato alesh të e ke parasysh. Kurse në stand-up mua më intereson respekti që e marr edhe nga kolegët e mi që thanë, "Ok, Denisi është punëtor, është i dedikuar, edhe mundohet të jetë më i mirë." Të ofendosh dikë pa dashje apo të mos bësh fare humor? Cilën do zgjidhje mes të dyjave? Të ofendosh dikë pa dashje. Është lehtësisht me zgjedhshme në këtë rast mendoj unë. Okej, do zgjidhje të ofendoje dikë pa dashje? Dhe s'do bëje kompromis për humorin. Po ofendohet dhe kërkoj falje. S'ka ndonjë që të kërkosh Kërkon falje? Po sigurisht më kërkoj, pse çaj më budalla. Pse mos kërkoj falje? Jo, shumë normale, është shumë njerëzore. Po sigurisht më. Po kanë nga ata që s'heqin dorë nga e veta, mos u ofendo ti se Po mendje ngushtësi është ajo. Ti qeshesh me veten apo me të tjerët? Me veten plak. Sapo i ke fituar pikët maksimale. Jo, është shenjë inteligjencë. Nuk është narcist. Mbase është narcist. Edhe narcist është. Unë jam. Sot nuk ta bësh të posje. Sa komplimente i bëra sot unë këtij? 4 deri tash. Vazhdojmë. Mendoj që kam numëruar më shumë se 4. Ishte herën e fundit më kapi një qeshur me vete që s'po ndaloja dot. Ua, nuk më kishte ndodhur kurrë. Edhe thjesht nuk thash asgjë. Po çfarë? Më kapi, më po kënaqesha. Nga që nuk ishte as shaka tamam, ishte një gjë idiote që unë e thash, edhe pse e thash në skenë më kapi e qeshura vetëm se e thash atë gjë në skenë. Nuk është se them gjëra më bëjnë vetë për të qeshur, po që. Ashtu kur shkruaj kur më bën për të qeshur them, "Ok, kjo është e mirë." Edhe kur shkruan. Bën për të. Nëse mendoj një gjë edhe e çojnë atë idiot lëkun për ata që njohin bitet e mia që ndonjëherë shkojnë në ekstrem, po më qeshet. Okej. Jemi sigurisht që vdes të qesh me të tjerët. Mjafton ti. Shumë kur dalin çunat. Ndryshe i urrej pastaj. Kur dalin çunat në skenë për të performuar, ç'është? Qesh. S'pëpeti isha aty te cepi, unë qeshja. Jo, nuk të shifja dot. Si kështë sy gjithkohës te unë? Na ndan. Qeshje kur më bëj për të qeshur po. Okej. Kur të bëjmë për të qeshur. Po më. Jo të gjitha batutat janë të mira. Jo të gjitha batutat janë. Pas batutat e mia janë të gjitha të mira. Bën sa që pastaj të zhytësh ato që i ke të forta. Okej. Ku ishim?
për politikën. Për politikën, të bësh humor për politikën apo për jetën personale? Për të dyja bëj unë, po më shumë më pëlqen me jetën personale. Pastaj nga fundi më pëlqen të jap një kështu si them, okay, tani le të bëjmë çik serioz dhe bëj kur më duket ndonjë gjë interesante për të goditur. Po për jetën personale më shumë. Kjo është ajo e edukimit, sado nuk njerëzit e dinë çfarë nuk shkon. Nëse mua më vjen ja shumë për të qeshur me një figurë politike, e bëj. Po jo që reflektoni ju tani se e din njerëzit çfarë nuk shkon. Ata që kanë dy parë mend, dhe ata që kanë dy parë mend, shikojnë stand-up comedy. Kështu që ata që nuk shikojnë stand-up nuk janë aty dhe nuk janë nga ata që e dinë çfarë nuk shkon. Kur është ne tre e dim çfarë nuk shkon me. Po, ju të dy përveç meje. Ashtu sikur se se ti nuk e di çfarë nuk shkon me këtë vend. E di. Madje mendoj që ti e di më mirë se ne. Hale e madhe e gjitha. Mendoj që e di më mirë se ne se ka sa vite më shumë mbi shpinë. Po, se unë dua shumë këtë vend. Mbi shpinë apo mbi supë, si është ajo shpreha? Kam zgjedhur mos ik, mos Po pse sikën? Po nuk duam. Por vërtet dua të rri këtu. Vërtet s'ke menduar ti ikësh ndonjëherë? Si ka mundsi? Po si mund të bëj humor Po në një gruaja gjë tjetër? gjithkohë. Si ka mundsi? Si ka mundsi o burr që s'ke ashtu ti ikësh? Po më pëlqen o vendim, nuk e di çka kam këtë. Patriotizëm. Nuk dua të jem emigrant. Megjithatë ti ke punuar një herë në Hale, kështu që se ke Ore, jo, më ke njerëz që janë emigrantë dhe punojnë gjëra më të mira, mund të jenë inxhiniera, mund të jenë, po edhe me këtë punë që bëj çfarë do bëjë ende. Po, do ta bëje dot komedin dhe ti bënte njerëzit kaq shumë për të qeshur. Jo, mos po flasim për çështje profesioni, po flasim, vlla, dua të ikim plasi shpirtit, të filloj nga e para të bëj çfarë të dalë. E kupton për këtë që po flasim. Nga e para, më pëlqen këtu. Nëse një moment më rraq për ters ky vendi, do i me Rudin Kroaci. Mirë, një show perfekt apo një moment kaotik që del nga kontrolli po që bëhet viral pastaj. Po që ti se di përpara. Një show perfekt. Okej. Më dole nga parashikimi se mendova që të kesh filter. Shiko, nuk jam aq i çmendur pas viralitetit, mua më pëlqen të kem një material tight, kur thonë amerikanët. Okej, pra të kesh filter, se kjo është e pyetja e radhës. E do një filter? Jo, ma thuaj tani. Të kesh filter apo të thuash çdo gjë që të vjen në mendje? Të thuash çdo gjë që të vjen në mendje. Okej. Shkojmë tek radhës e gon. Të jesh i njëjtë në sken dhe në jetë apo totalisht tjetër? Po të dy bashkë shkojnë ata më po. Kurioze më ke bërë si je në jetë, se jam e bindur. Të iki unë të vazhdoj të. Që je goxha më ndryshe. Ja, më ndryshe, po shiko. Që më krijon përshtypjen sikur mund të qash po pe një nën aty te rruga. Më bëjnë një për të qarë këto gjërat kur shikoj, është ajo shpreh këto të varfëria është forma me ulët e dhunës, kur shikoj kështu më vjen një. Po shiko, ku është më të një emision Jerry Seinfeld me Dave Chappelle, mos gaboj, që i thot ai moment, më thot gruaja që kush diferenca midis atij poshtë dhe atij në skenë dhe atij poshtë, edhe mendoj që ai i lartë është i vërtetë, thot ai për shembull. Nuk e di, ka momente që ai atje në skenë është më i vërtetë. Ka një moment që është thjesht akt i gjithë. Po ti të vërtetin nuk do ta njohësh. Ti e kam për ata. Ti bësh njerëzit të qeshin fort apo të mendohen thellë dhe gjatë? Qeshin fort. Po e tham që nuk është se ka një. Po le të lexojnë Tolstoi në burg. Për të menduar thellë pastaj. Okej. Me mua. Okej. Komedia si art apo si biznes? Ja, s'mund ta ndaj. Janë të dyja bashkë këtu. Po komedia. Më thon post të dha, në një moment post të dha lek. Art njëherë në Amerikë quajnë craft më shumë. Zanëzeje. Është mjeshtëri. Zeje, po. Mjeshtëri do ta thoja. Se zeje nuk. Është mjeshtëri. Është craft i fjalës, është mjeshtëri e fjalës, e shakas. Ti e merr, prandaj edhe ata për shembull nuk thot si e ka bër veprën. Po për shembull që shpreh që thon për shakan, amerikanët e përdorin polish. Kur e zdrukthon e bën ashtu shajin. E pastron e bën po. Kur ti merr një shaka që e bën për shembull 30 herë në skenë, edhe tani thua kjo është polish. Tani e diti kudo që ishi si. Ti ke latuar në më të mirën e saj edhe. Prandaj është mjeshtëri e para një. Ose edhe biznes, po, ne tani paguhemi për këtë gjë, shpresojmë të paguhemi akoma më shumë. Edhe paguaj qeran, paguaj drita, paguaj hap me këtë gjë. Pyetja është kjo, nëse një ditë komedia ty nuk t'jep më para, a do ta vazhdoje? Këtë mjeshtërinë e fjalës. Nuk e di në këtë pikë, se dikur e kam bërë pa para. Tani e vështirë do ishte ta bëja pa para.
Nuk e di se jam në një pikë të caktuar me jetën, me karrierën edhe dyshoj ta lija në një komedinë. Dyshoj, më bën të ndihem shumë mirë. Po nuk e di për këtë, s'mund të japi përgjigje që të them kur apo po. Se nuk e ke Jo. provuar. Sigurisht i shikoj të dyat, e shikoj si punë. Okay. Të kopjosh pak për të ecur përpara shumë apo edhe të dështosh po duke qenë 100% origjinal. Shiko, kur nis sidomos komedin të gjithë kopjojnë. Sidomos stand-up. Edhe në Amerikë të gjithë janë për shembull nëse i shikon këta se po e bëj gjithmonë këtë paralelizme, po ata na i kanë sjellë. Po s'ka një. Që për shembull ke komedian shumë të mëdhenj që kur hapin intervista thon, "Po, më kujtohet vetja kur bëja si filani." Edhe ne të gjithë për shembull kur kemi nisur, kemi patur atë të preferuarin tonë edhe donë. Unë për shembull doja shumë Bill Burr kur nisa. Edhe doja ti merrja gjëra, derisa ti vjen te stili jot. Bill Burr është një tip që vërtet shumë se ti nuk e di qartazi. Po edhe Viola dyshoj, Viola po shkon mesazhet. Edhe ai është një nga stand-up comedians më të mëdhenj në botë. Unë e pash këtë verë edhe live edhe u kënaqe. Që të shikoja një nga idhujt e mi. Po, në fillim isha kështu okay, dua të flas për këto gjërat, po jo kurse tani kam gjetur veten. Shikoj shumë e vështirë të gjesh zërin tënd vërtet, sidomos në komedi. Të gjesh frekuencën, ë? Të gjesh telin. Mendoj që ajo është puna më e lodhshme. Edhe kur në momentin që arrin e thua, ky jam unë, ky lloj materiali jam unë, mendoj që aty fillon bëhet jo më lehtë, po bëhet më e kënaqshme. Kështu që nuk e di si mund të përgjigjem asaj që 100% i vërtet, 100% i vërtet. Nuk bëhesh dot. Jo, po s'mund ta nisësh. Të kesh një fans besnik apo një miq që të harroj nesër? Një fans besnik. Okay. E ke gjetur ti fansin tënd besnik? Po kam ja dy që më shkruajnë kështu më bëjnë të ndihem shumë mirë. E kam seriozisht në një që jam në punë të pash më kënaqe, më hoqë lodhin edhe them, sa qef. Se sa ata i miqë, ne bravo e se mbajnë mend. Ky është kuptimi i jetës o burr, apo fare. Jetës. Po jo më po të marrësh kështu fjalë të mira, të përmbushesh të. T'ja bëjmë edhe Denisit atë pyetje që i bën besit. Nuk përmbushur, po në ato momente kënaqem. Denis si erdhe në këtë botë? O linda, si të gjithë. Kishë në lezetshme fare, kishin Besin të ftuar edhe. Besi. Është një kolegu yt, shoku yt. Besi, sigurisht. Edhe zemër është. Diçka tjetër unë kisha në mendje, po u keq interpretuar dhe u pasi kur e pyeta si erdhe në këtë botë pra fizikisht. Ja, u kënaqet me Besin? Kënaqem. Po Besi shkoj shumë. Të gjithë komedianët janë shumë tursh. Edhe unë jam shumë i tursh. Je? Po unë po aktoroj. Unë jam aktor më i mirë se të tjerët. Okej. E vlerësojmë sinqeritetin. Me qëra fjallat të qenit aktor, në produksione kinematografike, ose në show të natyrave të tjera humoristik, për shumë. Kanë kaluar 10 minuta dhe ai s'ka shar. Ore, kanë kaluar 10 minuta dhe është bërë serioz njërë që ka ndodhur. Këtë se kuptoj. Në këto produksion, me qënë se, okej, je aktor i mirë dhe unë me atë profanizmin tim e vlerësoj, komplimenti i pest për produksionet të tjera, ke filma, ku di unë, në show humori. Shumë kam marrë pjesë në një film që bëri Ngofi atëherë, kam një rol. Po, te filmi po. A keni parë? Po. Ju keni patur edhe çunat. Po. Ajo ishte era ime e parë, nuk është se aty kanë filluar me sketchet, me gjërat. Se kur performoja në stand-up, njerëzit më thoshin që ora ke një jo grimasat, jo këto gjë që dhe mund të aktrosh. Aty e provova, çik nuk është se ishte ndonjë regjisore me ndonjë gjë, kështu që të më thoshte, "Okay, bën e lish." Po që më pëlqejnë filma, do doja të merrja pjesë. Pastaj për show humori, kam qenë te Ngopi. Kam pas bërë audicionet e Portokallia, po jo për aktor, për skenarist kam pas bërë. Nuk kam qenë interesuar për të. Ka nevojë Shqipëria, ka nevojë shumë për skenarist. Po nuk bëja për atë. Nuk kam bërë. Kemi tentuar edhe këtë vit që kaloi, bërëm një bashkëpunim të vogël, shkruajta 2 gjëra, po nuk është tjetër lloj humori. Nuk e prodhoj dot. Doja ta provoja të bëja një lek, aq sa paguajnë, po. Po mirë. Jo, mirë. Portokallia paguan më mirë se të tjerët. Jo, rëndësi ka të pranosh që është një gjë që nuk të rri mirë, më është një kostum që ja, nuk e bëj dot. Kam tentuar të shkruaj, sigurisht për lek. Nuk e bëj. Pastaj te filmi më pëlqen, po te di projekt, tani nuk dua të marr pjesë më në një projekte nga këto. Mirë, kjo tregon që biznesi po është mirë. Nuk do të marrësh pjesë në projekt. Po nuk është gjë e mirë, jo. Kam patur sa biseda kështu si në ajër. Po.
Duhet të jenë një regjisor i mirë, në një gjë, në një gjë. Mirë, po me këtë nuk themi që nuk presim bashkëpunime, nëse. Po presim edhe në një hale mund të jetë, po duhet të paguaj shumë fare pastaj. Që të marr pjesë. Okej. Mirë, Nga se u bëm shumë serioz, nuk më pëlqen. Do kalojmë tek Nuk më pëlqen. Edhe unë kështu jam te Çfarë emisioni, shkruan, them çau. Do kalojmë tek loja e radhës. Me këmo? Me inteligjencën, pra këto pyetjet bazike gati ose në një lloj forme trik janë këto që do të bëjmë ne, kështu që hajde argëtojmë. Për inteligjencën apo inteligjencën artificiale? Jo, më jo. Inteligjencën. Fillojmë. Po na Jepi. doli mirë, na doli. Po Jepi. s'na doli ç'të A themi. presim. Po. Gërshërën në dorë kemi. Sa muaj kanë 28 ditë? Jo? Sa muaj kanë 28 ditë? Si sa muaj ka 28 ditë? Po, Po. 28 ditë. 28 ditë sa muaj ka. Gjitha muajt. Bravo. Bravo. Tani, nëse një avion rrëzohet në kufirit mes dy shteteve, ku do t'i varrosim të mbijetuarit? Ande nga janë veta. Do kthehen nga ishin të mbjetuarit pra. Okej. Nuk kanë vdekur. Çfarë është më e rëndë? 1 kilogram hekur apo 1 kilogram pambuk? Edhe 1 kilogram lesh. Okej. Do se ato të Big Brother më bënë ju, sa budalla jam unë. Unë jam shumë budalla unë. Ama mos e s'dia çfarë loje të bëja për zotin, mos ma prish. Ja unë tani. kështu si puna tënde. Nëse ke 3 moll dhe merr 2, sa moll ke? Si? Nëse ke 3 moll dhe merr 2, sa moll ke? Dhe merr 2 të tjera. Po. Po 5. 5, ëh? 5 i bën. Merr 2 nga këto. Jo, tani është merr 2 të tjera, shtes apo i heq 2 tash. Heq 2 nga këto të treja. Ja, po kjo është e vështirë, jo se është matematika e vështirë, po se gjua nuk ta sqaron. E po prandaj duhet të pyesësh. Gjua nuk ta sqaron. Sqaroa. Mua mos më pyesni se për zotin se di si është përgjigjja kësaj E pa këto janë goxha të komplikuar se këto janë më shumë lëra fjalësh, nuk Okej. janë që kush është presidenti i Shqipërisë nga këto. Cila është fjala që shkruhet gabim në çdo fjalor? Si? Cila është fjala që shkruhet gabim në çdo fjalor? Si mund të shkruhet gabim në fjalor? Shkruhet gabim. Po fjalori prandaj është ta lexosh. Fjala gabim. Të urrej. Shpejt me këto për zot. Si ke gjë? Okej. E bëre një gol ti kështu e bëre. Duhet të më mbajti vetëm. E bëre një gol. Vazhdojmë. Mirë, nëse një gjel bën vezë mbi çati, nga cila anë bie veza? Ai shil nga dalë se lexon ti, kuptojmë gjithë. Jo, vazhdo. S'do na kthesh përgjigje? Jo, as pak. Okej. Okej. Sa ditëlindje ka një person? Një. Okej. Po pse vetëm një ka? Po një ditë Po që ka një. lindur. Okay. Kur ke lindur ti vëlla? Nuk se majon. Shumë para 30 e kusur Je vjen. nga këta që si feston ditëlindjet. Jo, më i festoj po. Ai feston I festoj, Kur ke festoj. ditëlindjen? Unë e kam në tetor. Sa Në tetor? 7 tetor. I tetorit Dhe ja. i Po ma s'do më Por- pyesi njëri? tunxh. Dhe i bie ti jem peshorja. Pse jam vonë, por ke ma thuaj tani. Në 26 shtator jam peshore edhe unë. Bravo ju. Të peshojmë. Tani, Dy si kanë ndar ai. kandar. Po, Cila ishte pyetja e radhës? të kandar. Ala. Tani, cili është fillimi gjithçkaje? Fillim jo. Bravo. E pritet Tobin tash. Ore, unë mund t'ja u presit ja u kthej tër ditën, po nuk ma ngren. Në vërtet? Po ja se dhe 3 Hajde. pyetje kanë mbetur. Mos na prish. A ma hajde. Hajde. Woo! Ridhmo. Sa kafsh nga secila specie mori Mojsiu në ark? Mojsiu është Noa e parë. Një. I madh. Ja, kjo ishte pyetje për Big Brother. Me ata po. Mojsiu është ai që ndau atë liçenin e Ndau Bogradit. detin. Liçen e Bogradit, okay. Këtë 10 hiqe se si a dia vet përgjigjen. Ka aman, këto kam qenë gjithë. Cila është pyetja që nuk mund t'i përgjigjesh kurrë me po? E pra. Cila është pyetja që nuk mund t'i përgjigjesh kurrë me po? A ke vdekur? Po, bravo. Po si e ke emrin? Jo, mendoj që është kjo, a ke vdekur. Jo, se si e ke emrin, s'është me po. Edhe a je në gjumë? Po. Ose a je në gjumë, po. Nëse je në gjumë, nuk mund t'i thuash po. Shikon që jam inteligjent dhe unë. Po. Jem po më qarta se je inteligjent. Çfarë mund Jo, të kam serios, po ke inteligjencë, prandaj je këtu. Ka çfarë soli, çfarë mund të thyesh pa e prekur fare? zemrën tënde. Premtimin ishte ajo, po hajt më.
Okej, sa kafsh mund të vendosësh në një kuti bosh? Në mirë është më të vendosësh asnjë vëlla. Çan këto drejtat e kafshëve. Pa. Me Okej, për këtë ke të drejtë. Mos ja abuzoni kafshët. Vetëm seks bëni me kafshët. Okej, shkojmë tek pyetja, tek Tani, tek loja e fundit. nëse një tren elektrik, nëse një tren elektrik shkon nga lindja në perëndim, nga cila anë del tymi? Okej. Se dikt. Okej, shkojmë tek loja e radhës. Treni ishte elektrik, s'ka Edhe Besi kur ishte se mbajti, si mbajti. Nga që ishte elektrik, prandaj s'ka tymë. Ua, se kishte gjuar Si kur. e mendova. Si më shkoi mendja. Jepi. Ja bëj edhe Besi këtë. Jo këto, i bën lojra të tjera. Ja, ai isha i veçantë. Po. Shkojmë tek loja e fundit. Piva, ai Piva? E s'kini të rafë. Okej, plotso fjalin për veten tate. A dëgjojmë këtu unë? Ja, është pak problem. Ama se 5 minuta. Ja, se mbaruam. Po shaka më dua të grindemi që se thonë u bë shumë i mirë. Po grindur. Një zakon i keq që kam dhe se pranoj shpesh është. Që grindem. Okej. Një gjë që më turpëron pa arsye është, Që kam turp. po mirë vetë. Jepi. Okej. Një gjë që e shtyj gjithmonë për më vonë është. Të rruhem, të depilohem. Pse nuk Përtoj gjithmonë e shty. kuptoj. E shty. Jam tani këtu. Por unë kot qesh se kam përshtypjen që të gjithë çunat e kanë këtë. E mos do mos ti je që je me fëmijë edhe me kështu. Ti palesi je pyll. Pylli orbital i Tiranës, ë? Pylli Shervudi, çfarë është që Robin Hood këtë çun. Të leshish. Okej. Një pasiguri që kam dhe se tregoj. Pasiguri? Nuk kam shumë dhëmbët i kam i çik pasiguri, nga që i kam i çik kështu si. Një këtu një atje. Më mirë mos i bëj se. Po e mendoj ti bëj kështu nga Ja, këto, mos i po bëj. Mos i se bëj. tani mund t'i bëj falas. Po S'është ide e keqe edhe kjo. po nuk e di. Po jo, Nuk e di, t'japin. ndoshta edhe nga që është ky dhimbja ime i bën njerëzit të përqeshur, ja se kjo tha ti japi një kështu. Rriti. Jo, kam lexuar një studim Ma thuaj. që po të vendosësh këto dhëmbët kështu që unë nuk e di nga çfarë materiali bëhen përgjithsisht, mund të Fildish. Mjaft me ato të qeshur. Nëse çfarë materiali janë? Po më thuaj. mund të ketë mundësi që këto metalet e rënda të shkojnë tek mishrat e dhëmbëve, nga mishrat e dhëmbëve në tru. Do vdesin të rikta, se në Shqipëri kanë për gjithë. Metalet Leshtë edhe dhëmbët. Edhe pa pas nevojë për t'i bërë, domethënë. Të leshtë të djatë ti mbill. Për sa kohë janë dhëmbët e tu. Ja. Okej, shkojmë tek e radhës. Një gjë që më bën xheloz dhe s'dua ta pranoj është Xheloz? Se si e natyrë xheloze fare. jam shumë. Po çfarë të bën xheloz për shkak? Çdo gjë. Edhe se pranon dot. Jo, pranoj që jam xheloz. Jo, s'pranon dot që të bën që bësh xheloz për këtë gjën. Unë nuk e di. Po jam xheloz. dhe e pranon, po thua. E pranoj. Okej, do të thënë e pranon. Mirë. Një mendim negativ që më vjen shpesh është. Ma specifiko. Një mendim negativ që më vjen shpesh. Çfarë mendon? Një gjë negative që e Çfarë kalon do- shpesh. çfarë do qoftë se ajo. je edhe overthinker. Po nuk e di, vjen aq shumë ndoshta sa. Ke menduar? Nuk kam një specifik. Nuk e ke një. Jo. Okej. Pas kam mbyt negativiteti. Ndoshta më po jo, po unë overthink kur jam vetë dhe zakonisht pastaj overthink që të gjej zgjidhje, nuk bëj kështu që të gjej një mendim negativ. Do Okay. vras veten. Në larg Ti çfarë. vallë gjej me ju që keni vrarë veten. Kjo është ajo pyetja që s'mund ja bësh dot, po. Okej. Ku jemi? Në e fundit, jo, e para fundit. Një gjë që më nervozon ke vetja është Që më nervozon. e Po jam shumë kritik ndaj vetes, nuk më pëlqen Vërtet? asgjë që bëj. Po, para se kjo është gjithë një fasadë. e dia. Ua, ç'është gënjimi. Okej. Kam gënjur për Kam gënjur për. Për çfarë? apo s'ke gënjur? S'para gënjen. Po të gënjesh do thotë kesh frikë nga i personi që po gënjej, unë s'kam njëri frikë, kështu që nuk gënjej asnjë, nuk më rrohet fare. Wow. Okej. A dini. Nuk e mundohem të mos gënjej, plak se nga që më ka lënë edhe memoria, duhet të mbaj mend stand-upet edhe pastaj duhet të mbaj mend të gënjeshta, kështu që Ben po shumë mundohem të gënjej më Ben pak. shumë për të mbajtur mend. Një frikë që mundohem ta fshej është ke frikë nga miu, nga gjarpri. Ja, s'kam kështu gjëra shumë. Asnjë po- gjë?
Ke një fobi? Jo, nuk kam fobi. Po Shumë po të them unë që tani jemi mbyllur këtu. Nuk hapet asgjë? Jam pak klaustrofobik në fakt tani Okay. që e mendoj. Ambientet e mbyllura, po do të jenë shumë të mbyllura, shumë. Okay, po nuk kam fobi dhe frikra, ku diun. Frikra më shumë nga këto që ku diun për familjarët apo njerëzit të Që afërt. ato janë normale. Se kushdo i ka. Një gjë që do doja ta ndryshoja te vetja, por s'po arri. Pa mund të ketë shumë gjëra që do doja të ndryshoja. Dua të jem versioni më i mirë i vetes për të gjithë ata që më rrethojnë, kështu që. Cili do ishte versioni më i mirë i vetes? Ne nuk e di, ta shikojmë. Nuk e di ma ekziston. Okej. Një gjë që s'do doja kur të dilte publikisht është Fotot e mia nudo. Është shkruar për gruaja në jug. Okej. Dukem që ndosh, pa jo se kam të Okej. kam qenë shit. E fundit. Një situatë ku kam qenë versioni më i keq i vetes time ka qenë. Plot, nuk e di, pa shumë. Shumë. Nuk të patur shumë situata që nuk kam qenë Denisi që dikush mund ta njinte, thoshte, "Si ka qenë robi keq ti?" Po thëshëm ka kapur ai nat. Ndonjëherë i nati ma bllokon gjykimin edhe ma. Çfarë mendimi ke për këta njerëzit që të fusin në grup pa të pyetur? I urrej me ju përçmoj. Se sa po pash merrni një mesazh më kanë futur në një grup pa më pyetur. Kam futur unë në kësaj grupi. Vërtet? Po, me kujtim gjuzin do ikim në një vend me maskë. Tani ne kemi një dhuratë për ty. Me dhurata? Kemi një dhuratë për ty. Rudin për bizulik. Nuk ta marrim mbrapsht për zotin, mund ta shpërthash. Edhe mund të shkosh në Cineplex me shoqen tënde kur të duash për të parë një film që doni ju se është bilet pa datë. Në Teg ose në QTU Po, ja. ta gëzosh. Ja, faleminderit shumë. Falenderojmë ne ty Vërtet, që Shagari, erdhe. U kënaqa apo? Ej, unë u kënaqa shumë, A u kënaqet ju? A shitet ndonjë gjë me këtë pa? unë u kënaqa Nuk erdhëm shumë, për të kënaqur, erdhëm për punë. edhe punën më të mirë mund ta bësh edhe kur kënaqesh. Në fakt jo, unë ndjeva nuk isha në asnjë moment as sikleta, si fasule. Ndoshta duhet kisha patur i çik që t'ja u bëja më të mirë, po. Ishe shumë mirë. Është shumë mirë. Falenderojmë shumë. që erdhe. Ju falenderoj edhe unë. Edhe Që më pritet. shpresojmë të ngelemi në kontakt për një kafe. Ta pi me pronarin e atashë. Ej miq, ishte Faleminderit kjo edhe ju biseda që me na Denisin. ndoqët. Urojmë që ta keni shijuar. Mirë. Ne ju përshëndesim, mos harroni na ndiqni në Radio Sol 89.0 FM, në YouTube, në Spotify, edhe siç thot Viola gjithmonë kur na shihni në rrugë, Na mos përshëndesni. harroni të na flisni se na bëhet qefi, jo për gjë. Do shihemi të mërkurën tjetër. Pafshim. Mirupafshim. Kino te kënso Drita në çdo sken 120 minuta mendime që s'le